Në arkivat e sigurimit të shtetit shqiptar, të fshehura në një bunker nëntoksor në periferi të Tiranës, ekziston një dosje me kodin objekti numër 5. Kjo dosje nuk duhet të ekzistonte kurrë. Brenda saj gjenden raporte të shkruara me dorë nga vetë Mehmet Shehu, kryeministri i Shqipërisë, raporte që detajojnë çdo lëvizje, çdo takim, çdo fjalë të shqiptuar nga Beqir Balluku, ministri i Mbrojtjes. Dokumentet janë të vullosura me vullën sekret i rrept, vetëm për shokun Enver. Por çfarë është më e çuditshme, në dosje mungojnë faqet nga data 28 nëntor 168 deri në 10 dhjetor të njëjtit vit. Pikërisht periudha kur Balluku u arrestua. Kush i hoqi këto faqe? Çfarë fshinin ato? Dhe pse edhe sot ish oficer të sigurimit refuzojnë të flasin për përmbajtjen e tyre? Në këtë dokumentar ne do të zbulojmë historinë e një urrëtieje aq të thellë sa ndryshoi fatin e një kombi të tërë. Beqir Balluku nuk ishte thjesht një ministër. Ai ishte legjenda e gjallë e luftës partizane, njeriu që kishte çliruar Tiranën në vitin 144, generali që ushtria e adhuronte më shumë se vetë Enverin. Kur ecte nëpër korridoret e Ministrisë së Mbrojtjes, oficerët ngriheshin në këmbë me një respekt që nuk ishte i imponuar, por i fituar me gjak në male. Ndërsa Mehmet Shehu, kryeministri, ishte një lloj tjetër pushteti. Ai nuk kishte nevojë për dashurinë e ushtrisë. Ai kishte diçka më të fortë, kontrollin mbi sigurimin e shtetit, rrjetin më të frikshëm të spionazhit në Ballkan. Dhe ai e dinte se çdo hero mund të bëhet armik nëse kërcënon ekuilibrin e pushtetit. Historia e tyre fillon në vitin 156, në një mbledhje të byros politike ku diskutoi reorganizimi i ushtrisë. Balluku propozoi një plan ambicios, modernizimin e forcave të armatosura sipas modelit jugoslav, me më shumë autonomi për komandantët ushtarar. Ishte një propozim teknik, profesional, i mbështetur nga ekspert ushtarar. Por Mehmet Shehu e pa diçka tjetër. Ai e pa një kërcënim. Sepse autonomia e ushtrisë do të thoshte më pak kontroll për sigurimin, më pak kontroll për të. Në atë mbledhje, Shehu nuk tha asgjë. Ai thjesht shënoi diçka në bllokun e tij të vogël të zi. Ish antar të byros kujtojnë se ai kishte një zakon të tillë, të shënonte emra, data, propozime. Askush nuk e dinte se ato shënime do të bëheshin më vonë prova në procese gjyqësore. Por çfarë e bënte Ballukun aq të rrezikshëm në sytë të Shehut? Ishte thjesht xhelozia profesionale apo kishte diçka më të thellë? Dokumentet e deklarifikuara nga arkivat e sigurimit tregojnë një detaj shqetësues. Në vitin 160, kur Shqipëria ndërpreu marrëdhëniet me Bashkimin Sovjetik, Balluku ishte njeriu që negocioi me Kinën për armë dhe trajnim ushtarak. Ai udhëtoi në Pekin, u takua me Mao Zedongun dhe u kthye me një marrëveshje që e bëri Shqipërinë aleat kryesor të Kinës në Evropë. Enver Hoxha e dekoroi publikisht. Por në privat, Mehmet Shehu i tha një oficeri të besuar të sigurimit, Beqiri po bëhet shumë i madh. Njerëzit po fillojnë ta shohin si pasardhësin e Enverit. Ky oficer, i cili sot jeton në mërgim dhe ka pranuar të flasë për herë të parë, thotë se Shehu e kishte thënë këtë me një ton që nuk linte vend për keq kuptim. Nuk ishte vëzhgim. Ishte paralajmërim. Në vitin 162, Balluku bëri një gabim fatal. Ai propozoi që ushtria të ketë buxhetin e saj të veçantë, të pavarur nga kontrolli i drejtpërdrejtë i qeverisë. Argumenti i tij ishte logjik, ushtria kishte nevojë për fleksibilitet në kohë lufte, nuk mund të priste miratimin e Këshillit të Ministrave për çdo blerje armësh apo lëvizje trupe. Por për Shehun, kjo ishte linja e kuqe. Një ushtri me buxhet të pavarur do të thoshte një ushtri që mund të veprojë pa kontrollin e tij. Dhe një ushtri e tillë mund të bënte një grusht shteti. Në mbledhjen e byros politike ku u diskutua ky propozim, Shehu e sulmoi Ballukun me një ashpërsi që i habitën të gjithë. Ai e akuzoi për tendenca bonapartiste, për ambicie personale, për largim nga linja e partisë. Balluku u përpoq të mbrojë, por Enver Hoxha, i cili zakonisht mbështeste ministrin e tij të mbrojtjes, këtë herë heshti. Dhe heshtja e Enverit ishte më e rrezikshme se çdo akuzë. Por si e ndërtoi Mehmet Shehu rrjetin e tij kundër Ballukut? Si arriti të kthejë një hero kombëtar në armik të popullit? Përgjigjja qëndron në një sistem të sofistikuar spionazhi që Shehu e kishte ndërtuar vite më parë. Çdo oficer i lartë i ushtrisë kishte një shoqërues nga sigurimi, një person që raportonte çdo bisedë, çdo takim, çdo shprehje pa kënaqësie.
Këta shoqërues nuk ishin spion të thjeshtë. Ata ishin oficer të trajnuar në Bashkimin Sovjetik, njerëz që dinin si të fitonin besimin, si të provokonin, si të krijonin prova nga hiçi. Dhe Balluku, me të gjithë inteligjencën e tij ushtarake, nuk e kuptoi kurrë se sa thellë kishte depërtuar rrjeti i sheut në strukturat e ushtrisë. Në vitin 165 ndodhi diçka që e ndryshoi gjithçka. Gjatë një ushtrime ushtarake në veri të vendit, një oficer i ri, kapiten Petrit Dume, bëri një koment kritik ndaj mënyrës se si partia po ndërhynte në çështjet ushtarake. Ishte një koment i bërë në privat gjatë një darke me kolegë. Por brenda 24 orëve, sigurimi e arrestoi. Gjatë hetimit, Dume pranoi se kishte dëgjuar këto ide nga vetë Beqir Balluku. Natyrisht, kjo ishte e rreme. Balluku nuk e kishte takuar kurrë Dumen. Por kjo nuk kishte rëndësi. Raporti i sigurimit shkoi direkt te Mehmet Shehu, i cili e shtoi në dosjen objekti numër 5. Ishte fillimi i fundit. Çfarë ndjente Balluku në ato vite? A e kuptonte se rrjeti po ngushtohet rreth tij? Ish kolegë të tij tregojnë se ai filloi të ndryshonte. Bëhej më i heshtur, më i kujdesshëm me fjalët. Në mbledhjet e byros politike, ai nuk fliste më me atë pasion të mëparshëm. Ishte sikur diçka e kishte thyer. Gruaja e tij, Mira, i kishte thënë një shoqeje, Beqiri nuk fle më natën. Ecën nëpër shtëpi dhe shikon nga dritarja, sikur pret dikë. Por kë priste? Agjentët e sigurimit që do të vinin ta arrestonin? Apo shpresonte se Enveri do ta shpëtonte, ashtu siç e kishte shpëtuar në të kaluarën? Ndërkohë, Mehmet Shehu po lëvizte me kujdes. Ai nuk donte të dukej si nismëtari i sulmit kundër Ballukut. Ai donte që Enveri ta merrte vendimin. Dhe për këtë, ai kishte nevojë për një rast perfekt, një provë aq të fortë sa edhe Enveri nuk do të mund ta injoronte. Ajo provë erdhi në vitin 168, në formën e një raporti nga ambasada shqiptare në Pekin. Sipas raportit, Balluku kishte pasur një takim të paautorizuar me një general kinez, ku kishte diskutuar për të ardhmen e Shqipërisë pas Enverit. Raporti ishte i dyshimt, i mbushur me detaje të paqarta dhe dëshmi të dobëta. Por Shehu e dinte se nuk kishte rëndësi nëse ishte i vërtet apo jo. Kishte rëndësi që Enveri ta besonte. Në 28 nëntor 168, Beqir Balluku u thirr në një mbledhje urgjente të byros politike. Ai shkoi pa dyshim, duke menduar se do të diskutoheshin çështje rutinë. Por kur hyri në sallë, pa se atmosfera ishte ndryshe. Mehmet Shehu ishte ulur në krye të tavolinës me dosjen objekti numër 5 përpara tij. Enver Hoxha ishte në fund të sallës me një shprehje të ftohtë, të palexueshme. Dhe pastaj filloi akuza. Shehu lexoi raport pas raporti, dëshmi pas dëshmie, të gjitha të grumbulluara me kujdes gjatë viteve. Balluku u përpoq të flas, por çdo herë që hapi gojen, Shehu e ndërpriste me një akuzë të re. Ishte një gjykim, jo një mbledhje. Dhe vendimi ishte marrë përpara se Balluku të hynte në sallë. Por pse Enver Hoxha e lejoi këtë? Pse nuk e mbroi njeriun që e kishte shërbyer me besnikëri për 25 vjet? Kjo është pyetja që historianët ende po përpiqen ta kuptojnë. Disa thonë se Enveri kishte frikë nga populariteti i Ballukut. Të tjerë thonë se Shehu e kishte manipuluar me aq mjeshtëri sa Enveri besonte se Balluku ishte vërtet një kërcënim. Por ka edhe një teori të tretë, më të errët, se Enveri e dinte të vërtetën, por vendosi ta sakrifikonte Ballukun për të mbajtur ekuilibrin e pushtetit. Sepse nëse Shehu nuk do të kishte fituar këtë betejë, ai vetë mund të ishte bërë një kërcënim. Dhe Enveri, mbi të gjitha, ishte një mjeshtër i ekuilibrit. Pas arrestimit të Ballukut, Mehmet Shehu nuk festoi publikisht. Ai ishte shumë i zgjuar për këtë. Por në privat, ai i tha një oficeri të sigurimit, tani ushtria e di kush është shefi i vërtetë. Ky koment, i regjistruar në një raport të brendshëm të sigurimit, tregon gjithçka. Për Shehun, kjo nuk ishte çështje ideologjike. Ishte çështje pushteti. Dhe ai sapo kishte eliminuar rivalin e tij më të madh. Por historia nuk mbaroi atje. Sepse 11 vjet më vonë, në dhjetor 181, Mehmet Shehu u gjeti vdekur në shtëpinë e tij me një plumb në kokë. Versioni zyrtar tha se ishte vetvrasje. Por shumë besojnë se ishte ekzekutim. Dhe disa thonë se Enver Hoxha, në fund, e kuptoi se kishte bërë një gabim duke i besuar Shehut. Por ishte shumë vonë.
Rjeti që shehu kishte ndërtuar ishte bërë aq i fuqishëm sa kishte filluar të kërcënonte vetë Enverin. Dhe kështu, cikli i urrëties dhe eliminimit vazhdoi. A ishte Beqir Balluku një hero i tradhtuar apo një ambicios që shkoi shumë larg? A ishte Mehmet Shehu një mbrojtës i sistemit apo një manipulator i ftohtë që përdori pushtetin për hakmarrje personale? Këto janë pyetje që Shqipëria ende po përpiqet t'i përgjigjet. Por një gjë është e qartë, urrëtia midis këtyre dy burrave nuk ishte thjesht një konflikt personal. Ishte një betejë për shpirtin e një regjimi, një betejë që la gjurmë të thella në historinë e një kombi. Për herë të parë në 35 vjet, njeriu që ishte përgjegjës për mbikëqyrjen e Beqir Ballukut gjatë viteve të fundit të tij si ministër pranon të flasë përpara kamerave. Ai është tani një plak 85 vjeç që jeton në një apartament modest në periferi të Tiranës, me duar që ende dridhen kur përmend emrin e Mehmet Shehut. Ajo që na tregon për javët e fundit përpara arrestimit të Ballukut do të rrëzojë gjithçka që mendoni se dini. Nga bisedat private midis Beqirit dhe gruas së tij, te planet e dëshpëruara për të ikur nga vendi, deri te momenti kur ai kuptoi se gjithçka kishte mbaruar. Një dëshmi ekskluzive që do t'ju mbaj me frymën pezull. Ky oficer, të cilin do ta quajmë Agim për arsye sigurie, ishte rekrutuar nga sigurimi në vitin 166, kur ishte vetëm 25 vjeç. Ai ishte një oficer i talentuar i ushtrisë, me një karrierë premtuese përpara. Por një ditë, ai u thirr në një zyrë të vogël në qendër të Tiranës, ku dy burra në kostume të zeza i thanë se kishte një detyrë speciale për të. Detyra ishte e thjeshtë, të bëhej asistent personal i Beqir Ballukut, të fitonte besimin e tij dhe të raportonte çdo gjë te sigurimi. Agim thotë se në fillim refuzoi. Por ata i treguan një dosje me emrin e tij, plot me prova për lidhje me element armiqësor. Ishte një gënjeshtër, por ai e kuptoi se nuk kishte zgjedhje. Ose pranonte, ose përfundonte në burg. Muajt e parë ishin të vështirë për Agimin. Ai e admironte Ballukun, e respektonte si hero të luftës. Por çdo mbrëmje, ai shkruante raporte të detajuara për sigurimin, me kë kishte folur Balluku, çfarë kishte thënë, çfarë kishte lexuar, madje edhe çfarë kishte ngrënë në drej. Ishte një nivel spionazhi aq i imët sa dukej absurd. Por Mehmet Shehu donte çdo detaj. Ai besonte se e vërteta fshihej në detaje të vogla, në fjalë të shkuara, në shikime të shkurtra. Dhe ai kishte të drejtë. Sepse me kalimin e kohës, këto raporte filluan të vizatonin një portret të një njeriu që po humbiste shpresën. Në fillim të vitit 168, Agim vuri re një ndryshim të Balluku. Ai filloi të fliste më pak në mbledhje, të shmang kontaktet sociale, të mbyllej në zyrën e tij për orë të tëra. Një ditë, Agim e gjeti duke shikuar nga dritarja, me një shprehje kaq të trishtuar sa e tronditi. A mendon se Enveri më beson ende? E pyeti Balluku pa pritur. Agim nuk dinte çfarë të thoshte. Ai e dinte se Enveri nuk e besonte më, por nuk mund ta thoshte. Kështu që thjesht heshti. Dhe Balluku e kuptoi nga heshtja e tij. E di, tha ai. E di se po më përgatitni diçka. Por nuk e di se çfarë. Ajo që Agim na tregon tani është edhe më shqetësuese. Ai thotë se në gusht të vitit 168, Balluku e thiri në një bisedë private dhe i tha se kishte marrë një ofertë nga një vend i huaj për azil politik. Nuk e specifikoi se cili vend, por Agim mendon se ishte Jugoslavia. Balluku i tha se po mendonte seriozisht ta pranonte, por kishte frikë për familjen e tij. Nëse i ki, ata do t'i arrestojnë, tha ai. Nëse qëndroj, do të më arrestojnë mua. Çfarë zgjedhje e kam? Agim raportoi këtë bisedë të sigurimit të nesërmen. Dhe brenda një jave, Mehmet Shehu e kishte përdorur si provë të planeve për tradhti. Por çfarë ndodhi në ato ditë të fundit përpara arrestimit? Agim tregon se në 27 nëntor, një ditë përpara mbledhjes fatale të byros politike, Balluku e thiri sërish. Këtë herë, ai ishte i qetë, pothuajse i dorëzuar. Agim, i tha ai, ti ke qenë një shok i mirë. Por e di se kush je në të vërtetë. Dhe nuk të fajsoj. Të gjithë bëjmë atë që duhet për të mbijetuar. Agim thotë se ato fjalë e shkatëruan. Sepse ai kuptoi se Balluku e kishte ditur gjithmonë, por nuk kishte thënë asgjë. Dhe kjo e bënte tradhtin edhe më të dhimbshme. Në mëngjesin e 28 nëntorit, Agim e shoqëroi Ballukun në mbledhjen e byros politike.
Ai thot se Balluku ishte veshur me uniformën e tij më të mirë, me të gjitha dekoratat. Ishte sikur po shkonte në një ceremoni, jo në një gjykim. Kur dolën nga makina, Balluku e ndaloi Agimin dhe i tha: "Kujdesu për familjen time. Premton." Agim premtoi, edhe pse e dinte se nuk mund ta mbante premtimin. Sepse brenda disa orësh, familja e Ballukut do të ishte nën arrest shtëpiak, e izoluar nga bota. Ajo që ndodhi brenda sallës së mbledhjes, Agim nuk e pa. Por ai e dëgjoi më vonë nga oficerë të tjerë të sigurimit. Ata thanë se Balluku nuk u mbrua. Ai thjesht dëgjoi akuzat, pa shprehje në fytyrë, dhe në fund tha vetëm një fjali: "Historia do të gjykojë kush kishte të drejtë." Mehmet Shehu, sipas dëshmitarëve, u zemërua nga kjo. Ai donte një rrëfim, një kërkesë për falje, një shenjë dorëzimi. Por Balluku nuk ia dha atë kënaqësi. Dhe kjo, në një mënyrë të çuditshme, ishte fitoria e tij e fundit. Pas arrestimit, Agim u urdhërua të shkruante një raport final për Ballukun. Ai shkroi se Balluku kishte qenë një armik i fshehtë i partisë për vite, se kishte manipuluar ushtrinë për qëllime personale, se kishte planifikuar një grusht shteti. Të gjitha gënjeshtra. Por ai shkroi sepse nuk kishte zgjedhje. Dhe ato gënjeshtra u bën të vërteta zyrtare, të përsëritura në gazeta, në radio, në mbledhje partijake. Balluku u shndërrua nga hero në tradhtar brenda një nate. Por Agim thot se ka diçka që nuk e ka thënë kur më parë. Në dhjetor të vitit 168, pak javë pas arrestimit të Ballukut, ai u thirr sërish në zyrën e sigurimit. Atje, ai u takua me vetë Mehmet Shehun. Shehu e pyeti nëse Balluku kishte thënë ndonjëherë diçka për të, nëse kishte shprehur dyshime, nëse kishte përmendur emrin e tij në kontekst negativ. Agim tha se jo, edhe pse kjo nuk ishte e vërtetë. Sepse Balluku kishte thënë më shumë se një herë se Shehu ishte një njeri i rrezikshëm që do të shkatëronte Shqipërinë. Por Agim nuk guxoi ta thoshte. Dhe Shehu, duke e parë frikën në sytë e tij, buzëqeshi. "Mirë," tha ai. "Sepse nëse do të kishte thënë diçka, ti do të ishe këtu me të." Ajo kërcënim e ndoqi Agimin për vite. Ai e kuptoi se nuk ishte thjesht një spiun. Ai ishte një dëshmitar i një krimi, dhe dëshmitarët mund të bëheshin të rrezikshëm. Kështu që ai mësoi të heshë, të harronte, të jetonte me fajin. Por tani, në moshën 85 vjeç, ai thot se nuk mund të heshë më. Beqir Balluku ishte një hero, thot ai, me lot në sy. Dhe ne e tradhtëm. Jo për ideologji, jo për partinë, por për frikë. Dhe kjo është e vërteta që Shqipëria duhet ta di. A ishte Agim një viktimë e sistemit apo një bashkëpunëtor i vullnetshëm? A mund të fajsojmë një njeri që veproi nën kërcënim? Këto janë pyetje që nuk kanë përgjigje të lehta. Por dëshmia e tij na jep një pamje të rrallë të makinës së spionazhit që Mehmet Shehu kishte ndërtuar, një makinë që kthente miq në armiq dhe heronj në tradhtar. Dhe na bën të pyesim, sa prej nesh do të vepronin ndryshe në vendin e tij? Në pallatin e brigadave në Tiranë ekzistonin tunele dhe bunker që as arkitektët zyrtar nuk i njohin edhe sot. Këto struktura nëntoksore ishin ndërtuar në fshehtësi absolute gjatë viteve të 60, me punëtor të sjellë nga rajone të largëta që nuk dinin se ku po punonin. Kush i ndërtoi këto tunele? Ku çonin ato? Dhe pse në javët e fundit përpara arrestimit të Beqir Ballukut, Mehmet Shehu kontrollonte personalisht këto rrugë evakuimi çdo natë? Garda personale ka ruajtur këto sekrete për më shumë se 3 dekada, por sot flasin për herë të parë. Një nga këta ishroj, të cilin do ta quajmë Petrit, thot se tunelet ishin pjesë e një plani shumë më të gjerë. Ato nuk ishin thjesht rrugë evakuimi në rast lufte. Ato ishin një rrjet komunikimi dhe transporti që lidhte pikat kryesore të pushtetit, pallatin e brigadave, selinë e sigurimit të shtetit, shtëpinë personale të Mehmet Shehut dhe madje edhe vilën e Enver Hoxhës në blok. Petrit thot se në këto tunele kishte dhoma të fshehura, depo armësh dhe madje edhe qeli të vogla ku mund të mbaheshin të burgosur pa dijenin e askujt. Por çfarë lidhje kishin këto tunele me Beqir Ballukun? Petrit tregon se në tetor të vitit 168, ai ishte në detyrë në një nga hyrjet e tunelit kur pa Mehmet Shehun duke zbritur me një grup oficerësh të sigurimit. Ata mbanin një hartë të madhe dhe po diskutonin diçka me zë të ulët. Petrit nuk dëgjoi gjithçka, por kapi disa fjalë: Balluku, ushtria, neutralizim.
Ai nuk e kuptoi atëherë se çfarë do të thoshte, por javë më vonë, kur Balluku u arrestua, gjithçka u bë e qartë. Sipas Petritit, Mehmet Shehu kishte frikë se Balluku mund të përdorte ushtrinë për një grusht shteti. Dhe nëse kjo do të ndodhte, Shehu donte të ishte i përgatitur. Tunelet do të lejonin që ai dhe Enveri të evakuoheshin shpejt dhe në fshehtësi, pa u kapur nga forcat e Ballukut. Por ka edhe një teori më të errët, se Shehu po planifikonte të përdorte tunelet për të kapur vetë Ballukun, për ta izoluar dhe eliminuar pa lënë gjurmë. Kjo teori nuk është kurrë provuar, por fakti që Shehu kontrollonte tunelet personalisht çdo natë tregon se ai po përgatitej për diçka të madhe. Një detaj tjetër shqetësues, Petrit thotë se në 27 nëntor, një ditë përpara arrestimit të Ballukut, ai pa një grup oficerësh të sigurimit duke transportuar kuti të mëdha nëpër tunele. Kutit ishin të vulosura dhe të shënuara me kodin OP5, i njëjti kod me dosjen e Ballukut. Kur Petrit pyeti se çfarë ishin, një oficer i tha të mos bënte pyetje. Por ai e pa se kutit po çoheshin në një dhomë të fshehtë në fund të tunelit, një dhomë që zakonisht përdorej për ruajtjen e dokumenteve të klasifikuara. Çfarë ishin ato kuti? Petrit mendon se ishin prova të fabrikuara kundër Ballukut, dokumente të falsifikuara, letra të rreme, madje edhe regjistrimi audio që do të përdoreshin në gjyq. Ai thotë se Mehmet Shehu ishte një mjeshtër i manipulimit të provave. Ai nuk linte asgjë rastësisë. Çdo akuzë duhej të kishte prova, edhe nëse ato prova ishin të shpikura. Dhe tunelet ishin vendi perfekt për të fshehur këtë proces. Por historia e tunelit nuk mbaroi me arrestimin e Ballukut. Petri tregon se në vitet që pasuan, tunelet u përdorën për qëllime edhe më të errëta. Ai thotë se dëgjoi zëra se disa nga armiqtë e popullit që u arrestuan në vitet e 70 nuk u çuan kurrë në burgje zyrtare. Ata u zhdukën në tunele dhe nuk u pan më kurrë. Kjo nuk është kurrë provuar, por fakti që tunelet ekzistojnë dhe janë ende të mbyllura për publikun e bën këtë teori të mundshme. Në vitin 181, pas vdekjes së Mehmet Shehut, Petrit thotë se urdhërua të mbyllte disa nga hyrjet e tunelit me beton. Ai pyeti pse, por nuk mori përgjigje. Ai mendon se ishte për të fshehur prova, për të siguruar që asnjëri nuk do të zbulonte kurrë se çfarë kishte ndodhur atje. Dhe deri sot, shumica e tunelit mbetet e pa eksploruar, e mbyllur me dyrë të hekurta dhe vulë që thonë sekret shtetëror. Por pse Mehmet Shehu kishte nevojë për një rrjet kaq të sofistikuar? Pse nuk mjaftonte kontrolli i tij mbi sigurimin e shtetit? Përgjigjja, sipas Petritit, është se Shehu nuk i besonte askujt. Ai e dinte se në një regjim si ai i Shqipërisë, edhe njerëzit më besnik mund të ktheheshin kundër teje. Ai kishte parë se si Balluku, një hero i luftës, ishte bërë armik brenda një nate. Dhe ai e dinte se e njëjta gjë mund t'i ndodhte edhe atij. Kështu që ai ndërtoi një sistem mbrojtjeje që ishte i pavarur nga strukturat zyrtare, një sistem që vetëm ai e kontrollonte. Dhe në një mënyrë të çuditshme, ai kishte të drejtë të kishte frikë. Sepse 11 vjet pas eliminimit të Ballukut, Mehmet Shehu u gjeti vdekur në shtëpinë e tij. Versioni zyrtar tha se ishte vetvrasje. Por shumë besojnë se ishte ekzekutimi urdhëruar nga Enver Hoxha, i cili në fund kishte vendosur se Shehu ishte bërë shumë i fuqishëm. Dhe nëse kjo është e vërtetë, atëherë tunelet që Shehu kishte ndërtuar për të mbrojtur veten nuk e shpëtuan. Sepse në fund, askush nuk mund të fshihej nga Enveri. Petri thotë se shpesh mendon për ato ditë, për sekretet që pa, për zërat që dëgjoi në tunele. Ai thotë se ndonjëherë në ëndra, ai ende ecën nëpër ato korridore të errëta, duke dëgjuar hapat e oficerëve të sigurimit dhe duke parë hijet e njerëzve që u zhdukën. Ato tunele janë një varr, thotë ai. Jo vetëm për njerëzit që vdiqën atje, por për të vërtetën që u varros me ta. A duhet të hapen këto tunele për publikun? A duhet të hetohen për të zbuluar se çfarë ndodhi vërtet atje? Këto janë pyetje që Shqipëria ende po debaton. Por një gjë është e qartë, sa kohë që këto tunele mbeten të mbyllura, historia e plotë e Mehmet Shehut dhe Beqir Ballukut nuk do të dihet kurrë. Dhe sekretet që ato mbajnë do të vazhdojnë të ndjek këtë komb për gjenerata të ardhshme. Deri në momentin e fundit kam besuar se do të shpëtonim, thot një ish oficer nga roja personale e Beqir Ballukut, duart ende i dridhen pas 35 vjetësh. Çfarë dinte ky njeri që ne nuk e dim? Këtë mbrëmje, 3 ish antar të rrethit të brendshëm të sigurimit flasin për herë të parë për sekretet që i kanë ruajtur dekada të tëra. Zbulimet e tyre do të ndryshojnë gjithçka që mendoni se dini për ditët e fundit të regjimit.
Ky oficer, të cilin do ta quajmë Flamur për arsye sigurie, ishte 28 vjeç kur u caktua në ekipin që mbikëqyrte lëvizjet e Ballukut gjatë vitit 167. Ai thotë se në fillim e konsideronte këtë si një nder, një shenjë besimi nga partia. Por shpejt kuptoi se ishte diçka krejtësisht tjetër, ishte një provë besnikërie ndaj Mehmet Shehut, një test për të parë nëse ai ishte gati të tradhtonte edhe njerëzit që I respektonte. Flamur tregon se takimi I tij I parë me Shehun ishte në një zyrë të vogël në katin e tretë të selisë së sigurimit, një dhomë pa dritare ku era e duhanit ishte aq e fortë sa mezi mund të merrje frym. Shehu ishte ulur pas një tavolinë të mbushur me dosje, sytë e tij të ftohtë të fiksuara te Flamuri me një intensitet që e bëri të ndiej I zhveshur. Ti do të jesh sytë dhe veshët e mi, I tha Shehu, pa asnjë hyrje. Çdo gjë që Balluku thot, çdo gjë që bën, çdo njeri që takon, ti do të ma raportosh mua personalisht. Jo shefit tënd, jo zëvendësit tim. Mua. Flamur thot se në atë moment kuptoi se nuk kishte të bënte me një operacion të zakonshëm mbikëqyrjeje. Kjo ishte diçka personale, diçka që Shehu po e ndërtonte me duart e tij. Javët e para ishin të çuditshme për Flamurin. Ai e shihte Ballukun çdo ditë, e dëgjonte duke folur me oficer të tjerë, duke shqyrtuar plane ushtarake, duke marrë vendime që ndikojnë në sigurinë e vendit. Dhe çdo mbrëmje, ai shkruante raporte të hollësishme për Shehun, në çfarë ore zgjohej Balluku, çfarë hante në mëngjes, sa kohë kalonte në zyrë, me kë fliste në telefon, madje edhe çfarë libra lexonte. Ishte një nivel detaji aq absurd sa Flamuri filloi të pyeste veten nëse Shehu ishte I çmendur. Por pastaj, një ditë, Shehu e thirri sërish dhe I tregoi se si të gjitha ato detaje po ndërtonin një mozaik. Shiko këtu, I tha Shehu, duke shtrirë 10 raporte mbi tavolinë. Në 10 shkurt, Balluku hëngri drejt me generalin Hito. Në 15 shkurt, Hito u takua me një diplomat jugoslav. Në 20 shkurt, Balluku kërkoi leje për të udhëtuar në Beograd. Sheh lidhjen? Flamur e pa. Dhe në atë moment kuptoi se Shehu nuk po grumbullonte thjesht informacion. Ai po ndërtonte një rrjet lidhjesh që do të përdoreshin si prova për tradhti. Por çfarë e bënte këtë proces aq të frikshëm ishte se shumica e lidhjeve ishin të pafajshme. Balluku kishte drekuar me Hiton sepse ishin shok të vjetër lufte. Hito kishte takuar diplomatin jugoslav sepse ishte pjesë e detyrës së tij. Balluku kishte kërkuar të udhëtonte në Beograd për një konferencë ushtarake zyrtare. Por në duart e Shehut, këto ngjarje të zakonshme u shndërruan në një komplot të fshehtë për të tradhtuar Shqipërinë. Flamur thot se kjo ishte gjenia e errët e Shehut, ai nuk kishte nevojë të shpikë gënjeshtra të mëdha. Ai thjesht merrte të vërteta të vogla dhe I rregullonte në një mënyrë që krijonte një narrativ të rreme. Në maj të vitit 168, Flamur ishte dëshmitar I një ngjarjeje që e ndryshoi gjithçka. Balluku kishte mbajtur një fjalim në Akademinë Ushtarake, ku kishte folur për rëndësinë e profesionalizmit ushtarak dhe nevojën që ushtria të mbetej e pavarur nga ndërhyrjet politike. Ishte një fjalim I matur, I mbushur me referenca historike dhe citate nga Lenini. Por Flamur vuri re se një oficer I sigurimit që ishte në sallë po shënonte çdo fjalë me një shpejtësi të çmendur. Pas fjalimit, ky oficer u takua me Flamurin dhe I tha, ky fjalim është një bombë. Shehu do ta përdor si provë që Balluku po përgatit një grusht shteti. Flamur ishte I habitur. Por ai nuk tha asgjë të tillë, protestoi. Oficeri buzëqeshi. Nuk ka rëndësi çfarë tha. Ka rëndësi çfarë do të themi ne që tha. Ajo që ndodhi më pas ishte një mësim në manipulimin e informacionit. Raporti që u shkrua për fjalimin e Ballukut e shtrembëroi çdo fjalë, çdo frazë, çdo nuancë. Ku Balluku kishte thënë ushtria duhet të jetë profesionale, raporti shkruante Balluku kërkon që ushtria të jetë e pavarur nga partia. Ku ai kishte thënë duhet të mësojmë nga eksperiencat e vendeve të tjera socialiste, raporti shkruante Balluku promovon modelin jugoslav revizionist. Ishte një falsifikim sistematik, I bërë me aq mjeshtëri sa edhe njerëzit që e dinin të vërtetën filluan të dyshonin në kujtesën e tyre. Flamur thot se në atë moment ai kuptoi se Balluku ishte I dënuar. Nuk kishte rëndësi çfarë bënte apo nuk bënte. Mehmet Shehu kishte vendosur se ai duhej eliminuar dhe makina e sigurimit po punonte me efikasitet të ftohtë për ta bërë këtë realitet. Por çfarë e shqetësonte më shumë Flamurin ishte se askush nuk po e ndalonte. Enver Hoxha, I cili kishte pushtetin absolut, po e lejonte këtë të ndodhte.
ose ai nuk e dinte, gjë që dukej e pamundur, ose ai e dinte dhe po e aprovonte në heshtje. Në shtator të vitit 168, Flamur u urdhërua të kryente një detyrë të re, të instalonte pajisje dëgjimi në zyrën e Ballukut. Kjo ishte një shkëllim i hapur i protokollit, sepse Balluku ishte ende ministër i mbrojtjes dhe antar i byros politike. Por shehu kishte dhënë urdhrin personalisht dhe askush nuk guxonte të refuzonte. Flamur thot se ai e bëri punën në mes të natës, kur Balluku ishte në shtëpi. Ai instaloi 3 mikrofon të vegjël, një në telefonin e zyrës, një në tavolinë dhe një në llambën e tavanit. Pajisjet ishin të sofistikuara, të prodhuara në Bashkimin Sovjetik dhe mund të kapnin edhe përshpëritjet më të ulta. Për javë të tëra, Flamur dëgjoi çdo bisedë që Balluku kishte në zyrë. Dhe ajo që dëgjoi e shkatërroi. Sepse Balluku nuk po planifikonte asnjë komplot, asnjë tradhti, asnjë grusht shteti. Ai thjesht po bënte punën e tij, po diskutonte çështje ushtarake me oficer, po shqyrtonte raporte, po merrte vendime rutinë. Por kishte momente kur ai fliste me veten, kur shprehte dyshimet e tij, kur pyeste me zë të lartë, pse Enveri nuk më thërret më? Pse shehu më shikon kështu në mbledhje? Çfarë po ndodh? Këto momente të dobësisë, këto shprehje të frikës, u regjistruan dhe u përdorën si prova që Balluku kishte ndërgjegje të keqe. Flamur thot se një nga regjistrimet më të dhimbshme ishte një bisedë që Balluku kishte me gruan e tij, Mirën, e cila kishte ardhur ta vizitonte në zyrë. Ajo e pyeti nëse gjithçka ishte në rregull, nëse ai ishte i shqetësuar për diçka. Balluku u përpoq të buzëqeshte, të thoshte se gjithçka ishte mirë. Por pastaj, pa pritur, zëri i tij u thye. Mira, tha ai, nëse diçka më ndodh, premton që do të kujdesesh për fëmijët. Premton që do t'u tregosh se babai i tyre nuk ishte tradhtar. Mira filloi të qante dhe Balluku e përqafoi. Flamur thot se kur dëgjoi atë regjistrim, ai vetë qau. Por e dinte se nuk mund të bënte asgjë. Makina ishte në lëvizje dhe askush nuk mund ta ndalonte. Në tetor të vitit 168, Flamur u thirr në një takim urgjent me Mehmet Shehun. Kur arriti, pa se Shehu nuk ishte vetëm. Me të ishte Kadri Hasbiu, ministri i brendshëm, dhe Hysni Kapo, sekretari i Komitetit Qendror. Atmosfera ishte e rëndë, e ngarkuar me tension. Shehu e pyeti Flamurin nëse kishte dëgjuar ndonjë gjë të pazakontë në regjistrimet e fundit. Flamur tha se jo, se gjithçka ishte rutinë. Por Shehu nuk duke i kënaqur. Dëgjo më mirë, i tha ai. Balluku është i zgjuar. Ai di se po e mbikëqyrim. Ai po fsheh diçka. Dhe ti duhet ta gjesh se çfarë është. Ajo që Flamur nuk e dinte atëherë ishte se Shehu kishte vendosur tashmë se Balluku duhej arrestuar. Ai thjesht po kërkonte një justifikim të fundit, një provë të fundit që do ta bënte arrestimin të dukej i arsyeshëm. Dhe nëse Flamur nuk mund ta gjente atë provë, Shehu do ta shpik vetë. Kjo ishte mënyra se si funksiononte sistemi, përfundimi vendosej më parë dhe provat rregulloheshin për t'u përshtatur me të. Në 25 nëntor, 3 ditë përpara arrestimit, Flamur dëgjoi diçka që e tronditi. Balluku kishte marrë një telefonat nga një general i vjetër, i cili i kishte thënë se kishte dëgjuar zëra se diçka po përgatitej kundër tij. Balluku e kishte falendëruar për paralajmërimin, por kishte thënë se nuk kishte çfarë të bënte. Nëse Enveri ka vendosur, atëherë është mbaruar, kishte thënë ai. Unë nuk do të iki. Nuk do të jap arsye që të më quajnë tradhtar. Flamur raportoi këtë bisedë të Shehu, duke shpresuar se do ta shite si provë të pafajësisë së Ballukut. Por Shehu e interpretoi ndryshe. Sheh, i tha ai Flamurit. Ai e di se po vjen. Dhe nuk po bën asgjë për t'u mbrojtur. Kjo do të thotë se ka diçka për të fshehur. Në 27 nëntor, Flamur u urdhërua të hiqte pajisjet e dëgjimit nga zyra e Ballukut. Kur e pyeti pse, i thanë se operacioni kishte përfunduar. Ai e kuptoi se kjo do të thoshte se vendimi ishte marrë. Balluku do të arrestohej brenda orëve. Flamur thot se atë natë nuk fleti. Ai mendonte për të gjitha bisedat që kishte dëgjuar, për të gjitha momentet e dobësisë që kishte regjistruar, për të gjitha sekretet që kishte tradhtuar. Dhe ai pyeste veten, a ishte ai një oficer që po kryente detyrën e tij, apo ishte një bashkëpunëtor në një krim? Në mëngjesin e 28 nëntorit, Flamur ishte në detyrë jashtë ndërtesës së byros politike kur pa Ballukun duke arritur.
Ai ishte veshur me uniformën e tij më të mirë, me të gjitha dekoratat, duke ecur me kokën lart. Flamur donte të vraponte te ai, ta paralajmëronte, t'i thoshte të mos hynte. Por e dinte se nëse e bënte, ai vetë do të arrestohej. Kështu që qëndroi në vend duke parë ndërsa Balluku hynte në ndërtesë, duke ditur se nuk do të dilte më kurrë si njeri i lirë. Orë më vonë, kur lajmi i arrestimit u përhap, Flamur u thirr sërish të shehu. Ai mendonte se do të falënderohej për punën e tij, se do të dekorohej për besnikërinë. Por në vend të kësaj, shehu i tha diçka që e ngriti gjakun. Ti e di shumë, i tha ai. Dhe njerëzit që din shumë janë të rrezikshëm. Kështu që do të transferohesh në një njësi në veri, larg Tiranës. Dhe nuk do të flasësh kurrë për atë që ke parë apo dëgjuar. Kurrë. A më kupton? Flamur kuptoi. Ai nuk ishte hero. Ai ishte një dëshmitar i një krimi, dhe dëshmitarët duhet të heshnin ose të zhduken. Flamur jetoi në veri për 15 vjet në një izolim pothuajse të plotë. Ai nuk u lejua të kthehej në Tiranë deri pas vdekjes së Enver Hoxhës. Dhe edhe atëherë, ai nuk foli për atë që kishte parë. Sepse e dinte se ka sekrete që mund të vrasin edhe dekada pas faktit. Por tani, në moshën 63 vjeç, ai thot se nuk mund të hesht më. Beqir Balluku ishte i pafajshëm, thot ai, me një zë që dridhet nga emocioni. Dhe ne të gjithë e dinim. Por askush nuk guxoi të fliste. Dhe kjo është turpi që do të na ndjek për gjithmonë. A mund të fajsojmë Flamurin për atë që bëri? A ishte ai një viktimë e sistemit apo një bashkëpunëtor i vullnetshëm? Këto janë pyetje që nuk kanë përgjigje të lehta. Por dëshmia e tij na jep një pamje të rrallë të makinës së spionazhit që Mehmet Shehu kishte ndërtuar, një makinë që kthente miq në armiq dhe heronj në tradhtar. Dhe na bën të pyesim, sa prej nesh do të vepronin ndryshe në vendin e tij? Pak njerëz e dinë se shoku suprem, ateist i bindur në publik, dridhej përpara mallkimeve dhe parashikimeve. Në arkivat personale të Mehmet Shehut u gjet një shënim për një vizitë sekrete të një fallxore nga malet e Mokrës, vetëm një vit përpara vdekjes së tij. Çfarë i tha ajo grua? Pse kryeministri filloi papritur të ndryshojë rojat e tij personale pas asaj vizite? Sot zbulojmë fytyrën mistike dhe paranoike të regjimit. Kjo histori fillon në dimrin e vitit 180, kur Mehmet Shehu, në kulmin e pushtetit të tij, filloi të shfaqte shenja të një ankthi të thellë që askush nuk mund ta shpjegonte. Oficer të afërt me të tregojnë se ai kishte filluar të flinte vetëm 3 ose 4 orë në natë, duke kaluar pjesën tjetër të kohës duke ecur nëpër shtëpinë e tij, duke shikuar nga dritaret, duke kontrolluar dyert dhe dritaret disa herë. Gruaja e tij, Fiqrete, ishte e shqetësuar, por ai nuk i tregonte asgjë. Thjesht thoshte se kishte shumë punë, se kishte çështje të rëndësishme për të menduar. Por e vërteta, sipas një ish shofer personal të Shehut, ishte shumë më e çuditshme. Ky shofer, të cilin do ta quajmë Ilir, thotë se në janar të vitit 180, Shehu e thiri në mes të natës dhe i tha të përgatiste makinën për një udhëtim. Kur Ilir pyeti se ku po shkonin, Shehu i tha të mos bënte pyetje. Ata nisën nga Tirana në orën 3 të mëngjesit, duke udhëtuar nëpër rrugë të vogla malore që Ilir mezi i njihte. Pas 4 orësh udhëtimi, ata arritën në një fshat të vogël në malet e Mokrës, një vend aq i izoluar sa dukej sikur koha kishte ndaluar atje. Shehu i tha Ilirit të priste në makinë dhe hyri në një shtëpi të vogël guri në skajin e fshatit. Ilir thotë se priti për më shumë se 2 orë, duke u pyetur se çfarë po bënte kryeministri i Shqipërisë në një vend të tillë. Kur Shehu doli, fytyra e tij ishte e bardhë si gëlqerja dhe duart i dridheshin. Ai nuk tha asnjë fjalë gjatë gjithë rrugës së kthimit. Thjesht shikonte nga dritarja me një shprehje që Ilir e përshkruan si frikë absolute. Javë më vonë, Ilir mësoi nga një oficer tjetër se shtëpia ku kishte shkuar Shehu i përkiste një gruaje të vjetër që fshatarët e quanin Nëna Dava, një grua që pretendonte se kishte aftësi për të parë të ardhmen. Sipas legjendave lokale, ajo kishte parashikuar vdekjen e disa njerëzve të famshëm, duke përfshirë një ministër që kishte vdekur në një aksident makine vetëm 2 javë pas vizitës së tij te ajo. Njerëzit e friksoheshin, por edhe e respektonin. Dhe tani, Mehmet Shehu, njeriu më i fuqishëm në Shqipëri pas Enverit, kishte shkuar ta vizitonte në fshehtësi. Por çfarë i kishte thënë Nëna Dava? Kjo mbeti një mister për vite. Por në vitin 195, një grua që pretendonte se ishte mbesa e nënës Dava dha një intervistë për një gazetë lokale.
Ajo tha se tezja e saj I kishte treguar për vizitën e shehut pak përpara se të vdiste. Sipas saj, shehu kishte ardhur me një pyetje specifike: sa kohë më mbetet? Nëna Dava kishte hedhur letra të vjetra tarokash mbi një tavolinë të vogël druri, kishte lexuar në to për disa minuta dhe pastaj kishte thënë diçka që e kishte tronditur shehun: njeriu që ti ke shkatëruar do të shkatërrojë ty. Jo ai vetë, por hija e tij. Dhe kjo do të ndodhë përpara se të kalojë një vit tjetër. Shehu kishte pyetur se kush ishte ky njeri, por nëna Dava kishte refuzuar të jepte më shumë detaje. Ajo thjesht kishte përsëritur: hija e tij të ndjek. Dhe sa më shumë të përpiqesh ta shpëtosh, aq më shpejt do të gjej. Shehu kishte ofruar para, kishte kërcënuar, kishte lutur. Por gruaja kishte mbetur e palëkundur. Unë them atë që shoh, kishte thënë ajo. Dhe ajo që shoh është fundi yt. Pas kësaj vizite, sjellja e shehut ndryshoi në mënyrë dramatike. Ilir thotë se ai filloi të ndryshoi rojat e tij personale çdo javë, duke mos I besuar askujt për më shumë se disa ditë. Ai urdhëroi që ushqimi I tij të përgatitej nga 3 kuzhina të ndryshme, dhe ai zgjidhte rastësisht se cilën do të hante për të shmangur mundësinë e helmimit. Ai instaloi kamera sigurie në çdo dhomë të shtëpisë së tij dhe shpesh shikonte regjistrimet në mes të natës, duke kërkuar shenja të diçkaje të pazakontë. Por çfarë e tronditi më shumë ishte se shehu filloi të flasë për Beqir Ballukun. Oficer të afërt me të tregojnë se ai përmendi emrin e Ballukut disa herë në biseda private, duke thënë gjëra si: a mendoni se ai më ka mallkuar përpara se të vdiste, ose çfarë do të thoshte nëse do të kthehej nga varri? Këto komente I shqetësuan të gjithë, sepse Balluku kishte vdekur tashmë prej më shumë se 10 vjetësh. Pse shehu po mendonte për të tani? Një teori që ka qarkulluar ndër vite është se shehu kishte filluar të besonte se Balluku e kishte mallkuar vërtet. Sipas kësaj teorie, shehu kishte dëgjuar nga burime të ndryshme se Balluku, përpara se të ekzekutohej, kishte thënë diçka si: Mehmet shehu do të paguaj për atë që më bëri. Jo sot, por së shpejti. Dhe ai do të vdes në të njëjtën mënyrë që më vrau mua, I tradhtuar nga ata që I beson më shumë. Nuk ka prova se Balluku tha vërtet këto fjalë, por fakti që shehu I besonte ishte mjaft për ta bërë atë paranoja. Në pranverën e vitit 181, shehu bëri diçka edhe më të çuditshme. Ai urdhëroi që varri I Ballukut të kontrollohej për të siguruar që trupi ishte ende atje. Kjo ishte një kërkesë aq e pazakontë sa edhe oficerët e sigurimit u habitën. Por shehu insistoi, duke thënë se kishte arsye sigurie. Kur varri u hap, trupi I Ballukut ishte atje, ashtu siç pritej. Por shehu nuk duke I qetësuar. Ai thjesht urdhëroi që varri të mbyllej sërish dhe të vendoseshin roje për ta mbikëqyrur 24 orë në ditë. Çfarë po ndodhte në mendjen e Mehmet Shehut? A ishte ai duke u çmendur nga faji, apo kishte diçka më të thellë? Disa psikologë që kanë studiuar rastin e tij sugjerojnë se ai po vuante nga një formë e rëndë e paranojës, e shkaktuar nga vite të gjata të jetesës në një sistem ku besimi ishte një luks që askush nuk mund ta përballonte. Ai kishte tradhtuar aq shumë njerëz, kishte shkatëruar aq shumë jetë, sa tani besonte se të gjithë po planifikonin të bënin të njëjtën gjë me të. Por ka edhe një shpjegim tjetër, më të errët. Disa besojnë se shehu kishte zbuluar se Enver Hoxha po planifikonte ta eliminonte, dhe ai po përpiqej të gjente një mënyrë për t'i shpëtuar. Vizitat e nëna Dava mund të ketë qenë një përpjekje e dëshpëruar për të gjetur shpresë, për të dëgjuar se kishte një mënyrë për të shpëtuar nga fati që e priste. Por në vend të kësaj, ai kishte dëgjuar atë që kishte frikë më shumë, se fundi I tij ishte I pashmangshëm. Në dhjetor të vitit 181, Mehmet Shehu u gjeti vdekur në shtëpinë e tij. Versioni zyrtar tha se ishte vetvrasje. Por shumë besojnë se ishte ekzekutim. Dhe disa thonë se në dhomën ku u gjet trupi I tij, kishte një letër të vjetër tarokash mbi tavolinë, e njëjta lloj letre që nëna Dava kishte përdorur. Askush nuk e di se si arriti atje, ose çfarë do të thoshte. Por ata që e pan thonë se letra tregonte një figurë të vdekjes, me një hije të errët që qëndronte mbi të. A ishte Mehmet Shehu një viktimë e bestytnisë së tij, apo një njeri që u shkatërrua nga faji dhe paranoja? A ishte parashikimi I nënës Dava një profeci e vërtet, apo thjesht një përkim I rastësishëm? Këto janë pyetje që Shqipëria ende po përpiqet t'u përgjigjet. Por një gjë është e qartë, njeriu që kishte jetuar duke kontrolluar të tjerët me frikë, në fund vdiq duke jetuar në frikë. Dhe ndoshta, në një mënyrë të çuditshme, kjo ishte drejtësia më e madhe e të gjithave.
Imagjinoni një valixhe të zezë, plot me shufra ari dhe dollar, të ngarkuar me nxitim në një aeroplan sekret në natën e 21 dhjetor. Piloti i atij aeroplani jeton ende dhe sot pohon se ngarkesa arriti në Zvicër. Por në aktet zyrtare, këto pasuri nuk ekzistojnë. Sa ton arsh duken nga rezervat e vendit atë natë? Dhe kush mban sot kodet e llogarive sekrete të diktatorit? Kjo histori fillon me një dokument që u zbulua rastësisht në vitin 198, gjatë një riorganizimi të arkivave të Bankës së Shtetit Shqiptar. Dokumenti ishte një urdhër i nënshkruar nga Mehmet Shehu personalisht, i datuar 20 nëntor 168, që urdhëronte transferimin e materialeve speciale nga rezervat e Bankës Qendrore në një vend të sigurt. Dokumenti nuk specifikonte se çfarë ishin këto materiale speciale, por një shënim i shkruar me dorë në fund thoshte: operacioni të kryhet në fshehtësi absolute. Asnjë regjistrim zyrtar. Ish punonjës të Bankës së Shtetit, të cilët kanë pranuar të flasin vetëm në kushte anonimiteti, tregojnë se materialet speciale ishin në fakt shufra ari, monedhë të huaja, dhe dokumente që përmbajnë kodet e llogarive bankare në Zvicër dhe Austri. Këto pasuri ishin grumbulluar gjatë viteve nga regjimi, pjesërisht nga konfiskimet e pronave të armiqve të popullit, pjesërisht nga tregti sekrete me vende të ndryshme. Vlera totale e tyre ishte e panjohur, por disa vlerësime sugjerojnë se mund të kishte qenë disa dhjetëra milion dollar, një shumë e jashtëzakonshme për një vend të varfër si Shqipëria. Por pse Mehmet Shehu urdhëroi transferimin e këtyre pasurive pikërisht në nëntor të vitit 168? Përgjigjja qëndron në kontekstin politik të asaj kohe. Ky ishte muaji kur Beqir Balluku po përgatitej për t'u arrestuar, kur tensionet brenda byros politike ishin në kulmin e tyre, kur Shehu po konsolidonte pushtetin e tij duke eliminuar rivalët. Disa historianë besojnë se Shehu po përgatitej për një skenar ku ai vetë mund të detyrohej të ikë nga vendi, dhe ai donte të sigurohej se kishte burime financiare jashtë Shqipërisë për të mbështetur një jetë në mërgim. Një nga ish punonjësit e bankës, të cilin do ta quajmë Petro, tregon se ai ishte pjesë e ekipit që kreu transferimin. Ai thotë se në natën e 23 nëntorit, një konvoj i vogël makinash ushtarake arriti në Bankën Qendrore. Oficer të sigurimit, të veshur me uniforma civile, ngarkuan kuti të rënda metalike në makina. Petro thotë se ai pa përmbajtjen e një kutie që u hap aksidentalisht, ishte plot me shufra ari, secila e shënuar me vulën e Bankës së Shtetit. Ai numëroi të paktën 20 shufra në atë kuti dhe kishte 10 kuti të tjera. Konvoji u nis drejt aeroportit të Rinasit, ku një aeroplan i vogël transporti po priste. Petro nuk shkoi në aeroport, por ai dëgjoi më vonë nga një koleg se aeroplani kishte fluturuar drejt një destinacioni të panjohur. Versioni zyrtar ishte se ishte një mision diplomatik, por askush nuk besonte këtë. Dhe kur Petro u përpoq të gjente regjistrime të fluturimit në arkivat e aeroportit, zbuloi se të gjitha dokumentet për atë natë ishin humbur. Vite më vonë, në vitin 2005, një gazetar zviceran publikoi një artikull që pretendonte se kishte gjetur prova të një llogarie bankare në Gjenevë që ishte hapur në emrin e një kompanie shqiptare në vitin 168. Llogaria kishte pasur një shumë të konsiderueshme parash, por ishte mbyllur në vitin 182, pak pas vdekjes së Mehmet Shehut. Gazeta nuk mund të konfirmonte se kush kishte qenë pronari i vërtet i llogarisë, por koha dhe shumat përputheshin me atë që Petro dhe të tjerë kishin raportuar. Por historia bëhet edhe më e ndërlikuar. Në vitin 181, pak muaj përpara vdekjes së tij, Mehmet Shehu bëri një udhëtim të papritur në Austri, zyrtarisht për trajtim mjekësor. Por burime diplomatike sugjerojnë se ai u takua me përfaqësues të një banke austriake, ku diskutoi për çështje financiare. Disa besojnë se ai po përpiqej të transferonte para nga llogaria zvicerane në një vend më të sigurt, duke parashikuar se Enver Hoxha po planifikonte ta eliminonte. Një detaj tjetër intrigues, pas vdekjes së Shehut, familja e tij u arrestua dhe të gjitha pasuritë e tyre u konfiskuan. Por kur autoritetet kontrolluan llogaritë bankare të Shehut në Shqipëri, gjetën shumë më pak para se sa pritnin. Disa oficer të sigurimit raportuan se Shehu kishte fshehur pasuri në vende të panjohura, por asnjë hetim serioz nuk u krye. Enver Hoxha, sipas disa burimeve, urdhëroi që çështja të mbyllej, duke thënë se nuk kishte rëndësi ku ishin paratë, sepse Shehu ishte vdekur. Por çfarë ndodhi me arin dhe paratë që u transferuan në vitin 168? A janë ende në ndonjë bankë zvicerane ose austriake, duke pritur që dikush me kodet e duhura t'i kërkoj?
apo u përdorën për qëllime të tjera, ndoshta për të financuar operacione sekrete të sigurimit? Këto janë pyetje që mbeten pa përgjigje. Petro thot se ai ka menduar shpesh për atë natë, për kutitë e rënda që ndihmoi të ngarkonte, për arin që shkëlqente nën dritat e dobëta të bankës. Ai thot se ndonjëherë imagjinon se ku mund të jenë ato shufra tani, nëse janë në ndonjë dhomë të errët të një banke zvicerane, ose nëse janë shkrirë dhe shitur për të fshehur gjurmën. Ajo natë, thot ai, ne nuk po transferonim thjesht arë. Po transferonim sekretet e një regjimi, sekretet që mund të shkatëronin njerëz të fuqishëm nëse do të zbuloheshin. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse kaq pak njerëz kanë folur për këtë ngjarje. Sepse ata që dinë të vërtetën e kuptojnë se disa sekrete janë shumë të rrezikshme për t'u treguar. Dhe ata që kanë provuar të hetojnë kanë gjetur se dyert mbyllen, dokumentet zhduken dhe njerëzit refuzojnë të flasin. Është sikur ekziston një konspirat heshtjeje, një marrëveshje e heshtur që kjo histori duhet të mbetet e varrosur. Por pyetja mbetet, kush mban sot kodet e atyre llogarive? A janë ato në duart e pasardhësve të Mehmet Shehut, të cilët jetojnë në mërgim? Apo janë në duart e ish oficerëve të sigurimit, të cilët i përdorën për të financuar jetën e tyre pas rënies së regjimit? Apo janë humbur përgjithmonë, të varrosura në arkivat e bankave që nuk do t'i hapin kur pa prova ligjore? Një gjë është e sigurt, historia e arit të zhdukur është një nga misteret më të mëdha të regjimit komunist shqiptar. Dhe derisa dikush të guxojë të hap ato arkiva, të kërkojë ato llogari, të gjurmojë ato gjurmë, e vërteta do të mbetet e fshehtë. Por ndoshta, një ditë, dikush do të gjejë një dokument, një kod, një provë që do të zbulojë se ku shkuan ato pasuri. Dhe atë ditë, historia e Mehmet Shehut dhe Beqir Ballukut do të duhet të rishkruhet sërish. A duhet Shqipëria të hetojë këtë çështje? A duhet të kërkojë nga bankat zvicerane dhe austriake të hapin arkivat e tyre? Apo është më mirë që disa sekrete të mbeten të varrosura, për të shmangur hapjen e plagëve të vjetra? Këto janë pyetje që vetëm koha mund t'u përgjigjet. Imagjinoni se jeni një nga 12 njerëzit që dinin gjithçka për Mehmet Shehun, çdo sekret mjekësor, çdo plan evakuimi, çdo tunel të fshehur nën Tiranë. Tani imagjinoni se duhet të zgjidhni, të ruani besnikërinë tuaj ose të shpëtoni jetën tuaj. Në 22 dhjetor 181, këta njerëz bën zgjedhjen që ndryshoi historinë e Shqipërisë. Çfarë i detyroi t'i tradhtojnë shefi i tyre suprem? Brenda këtij grupi ekzistonte një hierarki e fshehtë që as vetë Enver Hoxha nuk e njihte plotësisht. Në krye ishte Llambi Ziçishti, shefi i sigurimit personal të Shehut, një njeri që kishte qenë dëshmitar i çdo bisede private, çdo takimi sekret, çdo momenti dobësie të kryeministrit. Poshtë tij ishin 3 mjek personal, 4 oficer të sigurimit të brendshëm, 2 shofer, një kuzhinier dhe një sekretar privat. Të gjithë këta njerëz kishin një të përbashkët, ata dinin se Mehmet Shehu nuk ishte njeriu që paraqitej në publik. Llambi Ziçishti, i cili sot jeton në një fshat të vogël në jug të Shqipërisë në një identitet të ndryshuar, ka pranuar për herë të parë të flasë për ato ditë. Ai tregon se grupi i 12 kishte filluar të takohej në fshehtësi që në verën e vitit 180, 16 muaj përpara vdekjes së Shehut. Arsyeja ishte e thjeshtë, ata kishin filluar të kuptojnë se Shehu po planifikonte diçka që mund t'i shkatëronte të gjithë. Ai po bëhej gjithnjë më paranojak, thot Llambi, duke ndezur një cigare me duar që ende dridhen. Filloi të flasë për pastrimin e fundit, për eliminimin e elementeve të dyshimit brenda vetë sigurimit. Ne e kuptuam se nënkuptonte neve. Por çfarë e bëri këtë grup kaq të rrezikshëm në sytë të Shehut? Përgjigjja qëndron në atë që ata dinin për shëndetin e tij të vërtetë. Mehmet Shehu vuante nga një sëmundje që e kishte fshehur me kujdes për vite, një formë e avancuar e diabetit që kishte filluar të dëmtonte organet e tij vitale. Mjekët personal e dinin se ai kishte vetëm disa vite jetë, ndoshta edhe më pak. Por Shehu kishte urdhëruar që kjo informacion të mbahej sekret absolut, madje edhe nga Enver Hoxha. Sepse në një regjim ku fuqia varet nga perceptimi i forcës, çdo shenjë dobësie mund të jetë fatale. Llambi tregon se në gusht të vitit 180, Shehu pati një krizë mjekësore serioze gjatë një mbledhje të byros politike. Ai u rrëzua papritur, duke humbur ndërgjegjen për disa sekonda. Mjekët e tij personal e stabilizuan shpejt dhe ngjarja u mbajt sekret. Por Shehu e kuptoi se koha po i mbaronte. Dhe kjo e bëri edhe më të rrezikshëm. Një njeri që di se po vdes bëhet i paparashikueshëm, thot Llambi.
Ai nuk ka më asgjë për të humbur. Dhe shehu filloi të veprojë sikur donte të marrë sa më shumë njerëz me vete. Takimi i parë i grupit të 12 u mbajt në një vilë të braktisur në periferi të Durrësit, një vend që sigurimi e përdorte për takime të fshehta. Lambi thot se atmosfera ishte e rëndë, e ngarkuar me frikë. Askush nuk donte të fliste i pari, sepse të gjithë e dinin se edhe një fjalë e gabuar mund të çonte në arrest. Por në fund, një nga mjekët, të cilin do ta quajmë doktor Arben, mori guximin. Ne duhet të vendosim, tha ai. Ose e ndalojmë shehun, ose ai do të na shkatërrojë të gjithë. Nuk ka rrugë të mesme. Por si mund ta ndalonin njeriun më të fuqishëm në Shqipëri pas Enverit? Plani që u hartua atë natë ishte i thjeshtë por i rrezikshëm. Ata do t'i raportonin Enver Hoxhës për gjendjen e vërtet shëndetësore të shehut, duke e paraqitur si një kërcënim për stabilitetin e regjimit. Ideja ishte se Enveri, duke ditur se shehu ishte i sëmur dhe i paparashikueshëm, do të vendoste ta largonte nga pushteti. Por kishte një problem, si mund t'i afroheshin Enverit pa u kapur nga rrjeti i spionëve të shehut? Zgjidhja erdhi nga një burim i papritur, Nexhmie Hoxha, gruaja e Enverit. Lambi tregon se një nga anëtarët e grupit kishte një lidhje familjare të largët me Nexhmien dhe arriti të organizonte një takim diskret. Në atë takim, që u mbajt në shtator të vitit 180, Nexhmia dëgjoi me vëmendje ndërsa doktor Arben i shpjegoi gjendjen mjekësore të shehut. Ajo nuk tha shumë, por premtoi se do t'ia përcillte informacionin Enverit në momentin e duhur. Por muajt kalonin dhe asgjë nuk ndodhte. Shehu vazhdonte të ishte në pushtet, madje dukej se po forcoi. Grupi i 12 filloi të humbiste shpresën. Disa prej tyre filluan të mendojnë për plane më drastike. Lambi tregon se në një takim në nëntor, një nga oficerët e sigurimit propozoi diçka të pabesueshme. Çfarë do të ndodhte nëse shehu do të kishte një aksident? Propozimi shkaktoi një debat të ashpër. Disa thanë se ishte shumë e rrezikshme, se nëse zbuloheshin do të ekzekutoheshin të gjithë. Të tjerë thanë se nuk kishin zgjedhje tjetër. Por përpara se të merrnin një vendim, ndodhi diçka që ndryshoi gjithçka. Në 10 dhjetor 181, Enver Hoxha thiri Lambi Ziçishtin në një takim privat. Ishte hera e parë që Enveri e kishte thirrur drejt për drejt, pa kaluar nëpër shehun. Lambi thot se kur hyri në zyrën e Enverit, e gjeti të ulur pas tavolinës së tij të madhe, me një shprehje që nuk mund ta lexonte. Më trego për shëndetin e Mehmetit, i tha Enveri pa hyrje. Lambi e kuptoi se ky ishte momenti. Ai i tregoi gjithçka, për diabetin, për krizat, për paranojën në rritje, për planet që shehu po bënte për të pastruar sigurimin. Enveri dëgjoi në heshtje, pa ndërprerë. Kur Lambi mbaroi, Enveri qëndroi i heshtur për disa minuta që dukeshin si orë. Pastaj tha vetëm një fjali, faleminderit për besnikërinë tënde ndaj partisë. Lambi u largua pa ditur se çfarë do të ndodhte më pas. Por ai e kuptoi se kishte kaluar pikën e kthimit. Tani ishte çështje kohe. 10 ditë më vonë, Mehmet Shehu u gjeti vdekur në shtëpinë e tij. Versioni zyrtar tha se ishte vetvrasje. Por Lambi dhe të tjerët e grupit të 12 e dinin të vërtetën. Shehu ishte eliminuar me urdhër të Enverit dhe ata kishin qenë instrumentet që e bën këtë të mundur. Ne nuk e vram Shehun, thot Lambi. Por ne e dënuam. Dhe në një regjim si ai, dënimi dhe ekzekutimi janë e njëjta gjë. Pas vdekjes së Shehut, grupi i 12 u shpërnda. Disa u transferuan në poste të largëta, të tjerë u detyruan të pensionoheshin herët dhe disa thjesht u zhdukën. Lambi thot se ata nuk u takuan kur më si grup, sepse e dinin se edhe një takim i tillë do të ngjallte dyshime. Por ai thot se shpesh mendon për ata njerëz, për zgjedhjen që bën, për çmimin që paguan. A ishim ne heronj apo tradhtar? Pyet ai. Unë ende nuk e di. Por e di se nëse nuk do të kishim vepruar, Shehu do të kishte shkatëruar shumë më shumë njerëz. Dhe ndoshta kjo është e vetmja justifikim që kemi. A mund të fajsojmë këta 12 njerëz për atë që bën? A ishin ata viktima të një sistemi që i detyroi të zgjedhin midis mbijetesës dhe besnikërisë? Apo ishin ata bashkëpunëtor të vullnetshëm në një vrasje politike? Këto janë pyetje që nuk kanë përgjigje të lehta. Por historia e tyre na tregon diçka të rëndësishme. Në një regjim totalitar, edhe njerëzit më të fuqishëm janë të cenueshëm, dhe edhe besnikëria më e madhe ka kufijtë e saj. Dhe kur ato kufijtë i kalohen, edhe miqt më të ngushtë mund të bëhen armiq më të rrezikshëm.
Njeriu që vendoste fatin e miliona njerëzve dridhej kur ngrihej nga koltuku. Kjo nuk është metaforë. Kjo është realiteti i Mehmet Sheut në vitet e fundit të jetës së tij, një realitet që u fsheh me kujdes nga propaganda zyrtare, por që ishte i dukshëm për ata që ishin mjaft afër për ta parë. Sëmundja e tij nuk ishte thjesht një çështje mjekësore. Ishte një simbol i shkatërimit të regjimit, një shenjë se edhe njeriu më i frikshëm në Shqipëri ishte i vdekshëm, i dobët, i cenueshëm. Dhe kjo dobësi, e fshehur me aq kujdes, në fund u bë arma që e rrëzoi. Dr. Arben, një nga mjekët personal të Sheut, tregon se shenjat e para të sëmundjes shfaqen në vitin 175, kur Sheu ishte në kulmin e pushtetit të tij. Filloi me simptoma të vogla, lodhje e tepruar, etje konstante, humbje peshe e papritur. Sheu i injoroi këto shenja për muaj, duke i atribuar stresit të punës. Por kur filloi të ketë probleme me shikimin, ai më në fund pranoi të bëjë një kontroll mjekësor të plotë. Rezultatet ishin shqetësuese, diabetes mellitus tipi 2 në një fazë tashmë të avancuar. Por ajo që e bëri situatën edhe më të komplikuar ishte se Sheu refuzoi të ndiqte regjimin e rekomanduar mjekësor. Ai nuk donte të ndryshonte dietën e tij, nuk donte të ulte ngarkesën e punës dhe mbi të gjitha, nuk donte që dikush tjetër të dinte për gjendjen e tij. Ai më tha se nëse Enveri do të mësonte, do të më zëvendësonte menjëherë, tregon Dr. Arben. Dhe ai kishte të drejtë. Në atë sistem, çdo shenjë dobësie ishte një ftesë për eliminim. Kështu që filloi një lojë e rrezikshme e fshehtësisë. Mjekët personal të Sheut u detyruan të nënshkruanin dokumente që i detyronin të mos flasin për gjendjen e tij mjekësore, madje edhe me kolegët e tyre. Ilaçet e tij u porositën nëpërmjet kanaleve sekrete, shpesh nga Gjermania Lindore ose Bashkimi Sovjetik, për të shmangur dyshimet. Dhe çdo herë që Sheu kishte një krizë, ajo trajtohej në fshehtësi absolute, shpesh në vetë shtëpinë e tij, pa asnjë regjistrim zyrtar. Por sëmundja nuk mund të fshihej përgjithmonë. Dr. Arben tregon se në vitin 179, Sheu filloi të ketë komplikime serioze. Diabeti kishte filluar të dëmtonte nervat e tij, duke shkaktuar dhimbje kronike në këmbë dhe duar. Ai kishte zhvilluar edhe probleme me veshkat që kërkonin trajtim të rregullt me dializë. Por edhe kjo u bë në fshehtësi, në një dhomë të veçantë në vilën e tij, me pajisje të sjella posaçërisht nga jashtë. Ndikimi psikologjik i sëmundjes ishte edhe më i thellë. Shehu, i cili kishte jetuar gjithë jetën duke kontrolluar të tjerët me frikë, tani po përjetonte frikën e tij më të madhe, humbjen e kontrollit mbi trupin e tij. Ai filloi të bëhej gjithnjë më obsesiv me shëndetin, duke kontrolluar sheqerin në gjak disa herë në ditë, duke peshuar çdo gjë që hante, duke mbajtur një ditar të detajuar të simptomave të tij. Dr. Arben thotë se leximi i atij ditari ishte shqetësues, faqe pas faqeje të shënimeve të shkruara me një shkrim gjithnjë më të paqartë, plot me pyetje si sa kohë më mbetet dhe çfarë do të ndodh kur nuk do të mund të fshe më. Por ndoshta aspekti më tragjik i sëmundjes së Sheut ishte se ajo e izoloi edhe më shumë. Ai nuk mund t'u besonte askujt, madje edhe mjekëve që po përpiqeshin ta shpëtonin. Ai filloi të dyshoj se ata po e helmonin, se po i jepnin ilaçe të gabuara me qëllim, se po raportonin te Enveri. Kjo paranoj arriti kulmin në vitin 180, kur Sheu urdhëroi që të gjithë ilaçet e tij të testoheshin nga një laborator i pavarur përpara se t'i merrte. Madje kërkoi që një nga mjekët e tij të provonte çdo ilaç para tij, për të siguruar që nuk ishte i helmuar. Dr. Arben tregon një ngjarje që e ilustron këtë paranojë në mënyrë dramatike. Në mars të vitit 181, Sheu pati një krizë të rëndë hipoglicemike, sheqeri në gjak i ra në nivele të rrezikshme. Mjekët i dhanë një injeksion glukozë për ta stabilizuar. Por kur Sheu u zgjua, ai akuzoi se po përpiqeshin ta vrisnin. Ju më dhatë shumë glukozë me qëllim, u bërtiti ai. Ju po përpiqeni të më shkaktoni një goditje në zemër. Dr. Arben u përpoq ta qetësonte, t'i shpjegonte se injeksioni i kishte shpëtuar jetën. Por Sheu nuk dëgjoi. Ai urdhëroi që të gjithë mjekët të largoheshin dhe për disa ditë refuzoi çdo trajtim mjekësor. Kjo ngjarje shënoi një pikë kthese. Mjekët e kuptuan se Sheu po bëhej një rrezik për veten e tij, se paranoja e tij po e pengonte të merrte kujdesin që kishte nevojë. Dhe ata filluan të pyesin veten, çfarë do të ndodhte nëse Sheu do të vdiste nga sëmundja e tij, dhe ata do të akuzoheshin për neglizhencë ose madje vrasje?
Kjo frikë ishte ajo që më në fund I shtyu të flasin me Nexhmie Hoxhën, duke filluar zinxhirin e ngjarjeve që çojnë në vdekjen e Shehut. Por ka edhe një dimension tjetër të kësaj historie, një dimension që shpesh injorohet. Sëmundja e Shehut nuk ndikoi vetëm në të, por edhe në mënyrën se si ai ushtron pushtetin. Në vitet e fundit, ai u bë gjithnjë më I paparashikueshëm, më impulsiv, më I ashpër. Disa vendime që mori, si purgat e vitit 180, kur 10 oficer të lartë u arrestuan me akuza të pabaza, mund të shpjegohen pjesërisht nga gjendja e tij mendore e përkeqësuar nga sëmundja. Dhimbja kronike, lodhja konstante, frika nga vdekja, të gjitha këto ndikuan në gjykimin e tij, duke e bërë edhe më të rrezikshëm. Doktor Arben thot se në muajt e fundit të jetës së Shehut, ai shpesh fliste për Beqir Ballukun. Ai përmendi emrin e Ballukut më shumë herë në ato muaj se sa kishte bërë në 10 vitet e mëparshme, tregon ai. Ishte sikur sëmundja kishte hapur një derë në ndërgjegjen e tij, dhe faji që kishte mbajtur të varrosur për aq kohë po dilte në sipërfaqe. Njëherë, gjatë një krize veçanërisht të rëndë, Shehu filloi të flasë me zë të lartë, duke u drejtuar dikujt që nuk ishte atje. Beqir, ti e di se nuk kisha zgjedhje, tha ai. Ishte ose ti, ose unë. Ti do të kishe bërë të njëjtën gjë. Doktor Arben thot se ajo skenë e tronditi aq shumë sa nuk mund ta harronte kurrë. Në ditët e fundit të jetës së tij, Shehu u bë pothuajse I paaftë. Ai mezi mund të ecte pa ndihmë, shikimi I tij ishte aq I dobët sa mezi mund të lexonte, dhe dhimbja ishte aq e fortë sa shpesh qante. Por edhe në atë gjendje, ai vazhdonte të insistonte se ishte në kontroll, se askush nuk duhej të dinte për gjendjen e tij. Ishte një mohim tragjik I realitetit, një përpjekje e fundit për të mbajtur imazhin e forcës në një trup që po shkatërrohej. Kur Mehmet Shehu u gjeti vdekur në 20 dhjetor 181, shumë njerëz u habitën. Por ata që e njihnin gjendjen e tij të vërtet shëndetësore nuk u habitën as pak. Për ta, e vetmja pyetje ishte jo nëse ai do të vdiste, por kur dhe si. Dhe fakti që vdekja e tij u paraqit si vetvrasje ishte, në një mënyrë të çuditshme, e përshtatshme. Sepse në një kuptim, Shehu kishte qenë duke u vetë shkatëruar për vite, duke refuzuar të pranonte dobësinë e tij, duke luftuar kundër një armiku që nuk mund të mposhtet, trupin e tij. A ishte sëmundja e Shehut një faktor vendimtar në rënien e tij? A do të ishte ai ende në pushtet nëse do të kishte qenë I shëndetshëm? Këto janë pyetje që historianët ende po debatojnë. Por një gjë është e qartë, historia e Mehmet Shehut është një kujtesë se edhe njerëzit më të fuqishëm janë të vdekshëm, se edhe kontrolli më absolut ka kufit e tij dhe se në fund, trupi ynë është një realitet që nuk mund të manipulohet me propagandë apo frikë. Dhe ndoshta kjo është mësimi më I rëndësishëm që mund të mësojmë nga kjo tragjedi. Kur ushtria hyri në pallatin e Mehmet Shehut në dhjetor 181, ata gjetën diçka që nuk duhej të ekzistonte kurrë. Dhoma pas dhomës plot me dosje, dokumente, letra, raporte, një arkiv personal që Shehu kishte mbajtur në fshehtësi absolute për dekada. Këto nuk ishin dokumente zyrtare. Këto ishin sekretet e tij personale, provat që ai kishte grumbulluar kundër të tjerëve, por edhe kundër vetes. Dhe brenda orëve, urdhri erdhi nga lart, gjithçka duhej shkatëruar. Por pse? Çfarë fshenin ato dokumente? Dhe çfarë sekreti mbeten ende të panjohura? Një nga oficerët që mori pjesë në operacionin e shkatërimit të dokumenteve, të cilin do ta quajmë Agron, tregon se ai nuk kishte parë kurrë më parë një arkiv kaq të madh në një shtëpi private. Ishte sikur të hyje në një bibliotekë, thot ai. Por në vend të librave, kishte dosje. Mira dosje, të organizuara me një kujdes maniak. Çdo dosje kishte një etiket me një emër ose një kod. Disa emra ishin të njohur, antar të byros politike, general të lartë, diplomat. Të tjerët ishin të panjohur, ndoshta emra kodesh për operacione sekrete. Agron thot se ai kishte urdhër të qartë, të mos lexonte asgjë, thjesht të grumbullonte dokumentet dhe t'i çonte në një kamion që priste jashtë. Por kurreshtja e tij ishte shumë e fortë. Ai hapi një dosje rastësisht dhe ajo që pa e tronditi. Ishte një raport I detajuar për Beqir Ballukun, I shkruar nga vetë Mehmet Shehu, I datuar gusht 167, më shumë se një vit përpara arrestimit të Ballukut. Raporti përshkruante çdo aspekt të jetës së Ballukut, rutinën e tij ditore, miqtë e tij, madje edhe bisedat private me gruan e tij. Por ajo që ishte më shqetësuese ishte një shënim I shkruar me dorë në fund: ky njeri duhet eliminuar. Por jo tani. Duhet të presim momentin e duhur.
Ky dokument provonte diçka që shumë kishin dyshuar, por askush nuk kishte mundur ta konfirmonte, se Mehmet Shehu kishte planifikuar eliminimin e Ballukut shumë përpara se të kishte ndonjë provë kundër tij. Arrestimi, gjyqi, ekzekutimi, të gjitha ishin pjesë e një skripti të shkruar me vite më parë. Dhe kjo ngrinte një pyetje shqetësuese: sa prej armiqve të popullit të tjerë që u ekzekutuan gjatë atyre viteve ishin viktima të planeve të ngjashme? Por dosja e Ballukut ishte vetëm fillimi. Agron tregon se ai pa dosje për 10 njerëz të tjerë, disa prej të cilëve ishin ende gjallë dhe në poste të larta. Një dosje veçanërisht e trashë kishte emrin e Kadri Hasbiut, ministrit të brendshëm, një nga njerëzit më të fuqishëm në regjim. Brenda saj kishte letra, raporte, madje edhe fotografi që sugjeron se Shehu kishte grumbulluar prova për ta shantazhuar ose eliminuar Hasbiun nëse do të ishte e nevojshme. Kjo shpjegonte pse Hasbiu ishte gjithmonë aq i kujdesshëm në praninë e Shehut, pse nuk guxonte kur ta kundërshtonte hapur. Një dosje tjetër që tërhoqi vëmendjen e Agronit kishte një kod në vend të një emri, Objekti Alfa. Brenda saj kishte dokumente që përshkruanin një operacion sekret që kishte filluar në vitin 165 dhe kishte vazhduar për më shumë se një dekadë. Operacioni përfshinte infiltrimin e agjentëve shqiptarë në vende të ndryshme perëndimore, duke përfshirë Italinë, Greqinë dhe madje edhe Shtetet e Bashkuara. Por ajo që ishte më shqetësuese ishte se disa nga këta agjent ishin ende aktiv dhe identitetet e tyre ishin të regjistruara në dosje. Nëse këto dokumente do të binin në duar të gabuara, ata agjent do të ishin në rrezik të menjëhershëm. Agron thot se ai raportoi për këtë dosje te komandanti i tij, duke sugjeruar se ndoshta duhej ruajtur për arsye sigurie kombëtare. Por komandanti ishte kategorik, gjithçka duhet shkatëruar. Këto janë urdhrat nga lart. Agron e kuptoi se lart nënkuptonte Enver Hoxhën. Dhe ai e kuptoi pse. Këto dokumente nuk ishin vetëm sekrete të Mehmet Shehut. Ato ishin sekrete të regjimit, sekrete që mund të komprometonin njerëz të fuqishëm, operacione të ndjeshme, madje edhe vetë Enverin. Por jo të gjitha dokumentet u shkatëruan. Agron tregon se disa oficerë, duke parë vlerën historike ose personale të disa dosjeve, vendosën t'i fshenin në vend që t'i shkatëronin. Ai vetë mori një dosje të vogël që përmbante letra personale midis Mehmet Shehut dhe Enver Hoxhës nga vitet e 50, kur ata ishin ende miq të ngushtë. Ai e fsheh atë dosje në shtëpinë e tij, duke menduar se një ditë mund të kishte vlerë historike. Unë e di se ishte një rrezik, thot ai. Por nuk mund të lejoja që gjithçka të shkatërohej. Historia ka të drejtë të di të vërtetën. Ajo dosje, që Agron ende e mban në një vend të fshehtë, përmban letra që tregojnë një anë krejtësisht të ndryshme të marrëdhënies midis Enverit dhe Shehut. Në vitet e hershme, ata shkruanin njëri tjetrit me një ngrohtësi dhe besim që duket e pabesueshme sot. Enver i shkruante Shehut për dyshimet e tij, për frikën e tij se po humbte kontrollin, për nevojën e tij për një mik të vërtet në të cilin mund të besonte. Dhe Shehu i përgjigjej me këshilla, me inkurajim, me premtime besnikërie. Ishte një marrëdhënie që dukej e pashkatërueshme. Por diçka ndryshoi. Dhe letrat e mëvonshme, nga vitet e 60, tregojnë një ton krejtësisht të ndryshëm, të ftohtë, formal, plot me dyshime të fshehura. Çfarë shkaktoi këtë ndryshim? Agron mendon se ishte çështja e Ballukut. Ai beson se Enver Hoxha nuk donte vërtet të eliminonte Ballukun, se ai e shihte atë si një hero të dobishëm. Por Shehu insistoi, duke e paraqitur si një kërcënim ekzistencial për regjimin. Dhe Enveri, ndoshta kundër gjykimit të tij më të mirë, u bin. Por pas ekzekutimit të Ballukut, Enveri filloi të pendohet. Ai e kuptoi se kishte humbur një nga njerëzit më të aftë të regjimit dhe se Shehu e kishte manipuluar për ta bërë këtë. Dhe nga ajo pikë, besimi midis tyre filloi të erodhej. Por ka edhe dokumente që nuk u gjetën kurrë, dokumente që Mehmet Shehu mund t'i ketë fshehur në vende të tjera ose t'i ketë shkatëruar vetë përpara se të vdiste. Një nga këto është dosja e famshme UM0544, që përmendej në fillim të këtij dokumentari. Ajo dosje, që supozohet se përmbante sekretet më të errëta të regjimit, nuk u gjet kurrë në shtëpinë e Shehut. Disa besojnë se ajo u shkatërua nga vetë Shehu në ditët e fundit të jetës së tij. Të tjerët besojnë se ajo është ende e fshehur diku, duke pritur të zbulohet. Agron thotë se ai shpesh mendon për ato dokumente që u shkatëruan, për sekretet që u varrosën përgjithmonë. Sa histori u humbën atë ditë, pyet ai. Sa të vërteta që nuk do të dihen kurrë?
Dhe sa njerëz që u akuzuan padrejtësisht, që u ekzekutuan për krime që nuk i kryen, do të mbeten përgjithmonë të shpifur sepse provat e pafajësisë së tyre u dogjen në atë zjarr. Në ditët që pasuan shkatërimin e arkivit të Sheut, një zjarr i madh u ndes në një fushë të largët jashtë Tiranës. Për orë të tëra, kamion të mbushur me dokumente shkuan atje dhe gjithçka u dogj. Agron thot se ai ishte atje, duke parë ndërsa mira faqe ktheheshin në hi. Ishte sikur po shija historinë duke u shkatëruar përpara syve të mi, thot ai. Dhe e dija se kjo ishte një krim kundër së ardhmes. Sepse si mund të mësojmë nga e kaluara nëse e kaluara fshihet? Por ndoshta aspekti më tragjik i kësaj historie është se shkatërimi i dokumenteve nuk mbaroi me Mehmet Shehun. Në vitet që pasuan, arkiva të tjera u shkatëruan, dosje të tjera u fshehtën, dhe e vërteta u bë gjithnjë më e vështirë për t'u gjetur. Dhe sot, më shumë se 4 dekada më vonë, Shqipëria ende po lufton për të kuptuar të kaluarën e saj, për të zbuluar sekretet që u varrosën, për të dhënë drejtësi për viktimat që u harruan. A duhet Shqipëria të hapë të gjitha arkivat e saj, të zbulojë të gjitha sekretet, pavarësisht nga pasojat? Apo ka sekrete që është më mirë të mbeten të varrosura, për të shmangur hapjen e plagëve të vjetra? Këto janë pyetje që vetëm shoqëria shqiptare mund t'u përgjigjet. Por një gjë është e sigurt, sa kohë që këto sekrete mbeten të fshehura, e vërteta e plot për Mehmet Shehun, Beqir Ballukun dhe mijëra të tjerë që vuajtën në atë regjim nuk do të dihet kurrë. Dhe pa të vërtetën nuk mund të ketë as pajtim, as drejtësi, as shërim. Për herë të parë në 35 vjet, njeriu që ishte përgjegjës për sigurinë personale të Mehmet Shehut pranon të flasë përpara kamerave. Çfarë na tregon për javët e fundit të regjimit do të rrëzojë gjithçka që mendoni se dini. Nga bisedat private midis Mehmetit dhe Enverit, te planet e dëshpëruara për të ikur, te momenti kur ai kuptoi se gjithçka kishte mbaruar. Një dëshmi ekskluzive që do t'ju mbaj me frymën pezull. Ky njeri, të cilin do ta quajmë Sokol, ishte 29 vjeç kur u caktua në pozicionin më delikat të sigurimit të shtetit, roja personale e kryeministrit. Ishte viti 179 dhe Mehmet Shehu ishte në kulmin e pushtetit të tij, por edhe në fillim të rënies së tij. Sokol tregon se takimi i tij i parë me Shehun ishte në një mëngjes të ftohtë marsi, në zyrën e kryeministrit në pallatin e brigadave. Shehu e shikoi me ato sy të ftohtë, të përllogaritës, që bënin që edhe oficerët më të guximshëm të ndiheshin të zhveshur. Ti do të jesh hija ime, i tha Shehu. Kudo që shkoj unë, shkon edhe ti, çdo gjë që dëgjoj unë, dëgjon edhe ti, por asgjë nga ajo që sheh ose dëgjon nuk del nga goja jote. Kurrë. As me gruan tënde, as me prindërit e tu, as në ëndra. A më kupton? Sokol kuptoi. Dhe në atë moment filloi një udhëtim që do ta ndryshonte përgjithmonë. Javët e para ishin të çuditshme për Sokolin. Ai e shihte Shehun duke vepruar si njeriu më i fuqishëm në vend, duke dhënë urdhra që ndryshonin fatin e mira njerëzve, duke marrë vendime që ndikojnë në çdo aspekt të jetës shqiptare. Por në privat, kur dyert mbylleshin dhe askush tjetër nuk ishte pranë, Sokol shihte një njeri krejtësisht të ndryshëm. Një njeri që dridhej kur merrte ilaçet e tij, që shikonte nga dritarja me një shprehje frike, që fliste me veten në mes të natës. Në qershor të vitit 180, Sokol ishte dëshmitar i një bisede që e tronditi. Ishte vonë në mbrëmje dhe Shehu kishte thirrur Enver Hoxhën për një takim urgjent. Sokol qëndroi jashtë zyrës, por dera nuk ishte mbyllur plotësisht dhe ai mund të dëgjonte çdo fjalë. Shehu po i fliste Enverit për kërcënime të reja, për element armiqësor që po infiltroheshin në strukturat e pushtetit. Por toni i tij ishte i çuditshëm, i dëshpëruar, sikur po përpiqej të bindë Enverin për diçka që ai vetë nuk e besonte plotësisht. Enveri dëgjoi në heshtje për disa minuta, pastaj foli me një zë të ftohtë që Sokol nuk e kishte dëgjuar kurrë më parë. Mehmet, tha ai, ti po sheh armiq kudo. Por ndoshta armiku i vërtet është frika jote. Kishte një heshtje të gjatë. Pastaj Shehu tha diçka që e bëri Sokolin të ngrinte veshët. Enver, ti e di se gjithçka që kam bërë ka qenë për partinë. Për ty nëse ka gabime, ato janë gabimet e mia, por besnikëria ime nuk ka qenë kurrë në dyshim. Enveri nuk u përgjigj menjëherë. Kur foli, zëri i tij ishte edhe më i ftohtë. Besnikëria provohet me vepra, jo me fjalë. Dhe veprat e fundit më bëjnë të dyshoj. Pas asaj bisede, Sokol vuri re një ndryshim dramatik të Shehu. Ai u bë edhe më i mbyllur, edhe më paranojak.
Filloi të ndryshoj rutinën e tij ditore në mënyrë të paparashikueshme, duke shkuar në zyrë në orë të ndryshme, duke përdorur rrugë të ndryshme, duke refuzuar të hajë ushqim që nuk kishte përgatitur vetë kuzhinieri i tij personal. Njëherë, ai e pyeti Sokolin, nëse do të urdhëronin të më vrisje, a do ta bëje? Sokol u habit nga pyetja. Jo, shoku kryeministër, tha ai. Unë jam këtu për t'ju mbrojtur. Shehu e shikoi për një kohë të gjatë, pastaj tha, të gjithë thonë të njëjtën gjë. Derisa vjen momenti. Në shtator të vitit 181, Sokol ishte dëshmitar i një ngjarjeje që e bëri të kuptonte se fundi po afrohej. Shehu kishte marrë një telefonat nga Enveri, duke e thirrur për një takim të menjëhershëm. Kur Shehu mbërriti në vilën e Enverit, Sokol priti jashtë, ashtu siç bënte gjithmonë. Por kësaj here, takimi zgjati më shumë se 3 orë, dhe kur Shehu doli, fytyra e tij ishte e bardhë si gëlqerja. Duart I dridheshin aq shumë sa mezi mund të hapte derën e makinës. Gjatë gjithë rrugës së kthimit, ai nuk tha asnjë fjalë. Thjesht shikonte nga dritarja, me një shprehje që Sokol e përshkruan si frikë absolute. Atë mbrëmje, Shehu thiri Sokolin në zyrën e tij private në shtëpi. Ishte një dhomë të cilën Sokol e kishte parë vetëm nga jashtë, një vend ku Shehu shkonte kur donte të ishte krejtësisht vetëm. Por tani, ai e ftoi Sokolin të hynte. Dhoma ishte e mbushur me dosje, dokumente, letra të shpërndara kudo. Shehu ishte ulur pas tavolinës së tij, me një shishe raki përpara dhe një gotë në dorë. Sokol, tha ai, dhe për herë të parë zëri I tij tingëllonte I lodhur, I mposhtë. Ti ke qenë besnik. Më besnik se shumë të tjerë. Dhe për këtë, dua të them diçka që askush tjetër nuk e di. Ajo që Shehu I tha Sokolin atë natë ishte shokuese. Ai I tregoi se Enver Hoxha kishte vendosur ta largonte nga posti I kryeministrit. Nuk kishte akuza formale ende, por Shehu e dinte se ishin duke u përgatitur. Ai kishte dëgjuar nga burime të ndryshme se po grumbulloheshin prova, se po shkruheshin raporte, se po përgatitej një mbledhje e byros politike ku ai do të akuzohej për devijime, për gabime të rënda, për humbje të besimit të partisë. Ata po bëjnë me mua atë që unë bëra me Ballukun, tha Shehu, dhe për herë të parë Sokol e dëgjoi duke përmendur emrin e Ballukut me një ton pendimi. Dhe ironia është se unë e di saktësisht se si funksionon, sepse unë e ndërtova atë sistem. Sokol e pyeti nëse kishte një plan, nëse kishte një mënyrë për t'i shpëtuar. Shehu tundi kokën. Nuk ka shpëtim nga Enveri, tha ai. Kur ai vendos se je I mbaruar, je I mbaruar. E vetmja pyetje është se si do të mbarosh, me një proces publik që të shpif përgjithmonë, apo në heshtje, duke ruajtur të paktën dinjitetin. Ai mori një glënjë raki, pastaj vazhdoi. Unë kam zgjedhur heshtjen. Por kjo do të thotë se historia do të shkruhet nga ata që më urrejnë. Dhe ti, Sokol, do të jesh një nga të pakët që e di të vërtetën. Në javët që pasuan, Sokol e pa Shehun duke u shkatëruar para syve të tij. Ai nuk hante pothuajse asgjë, nuk flinte më shumë se 1 ose 2 orë në natë, dhe kalonte orë të tëra duke djegur dokumente në oxhakun e zyrës së tij. Sokol e pyeti një herë se çfarë po digjte. Prova, tha Shehu. Prova që mund të përdoren kundër njerëzve që nuk meritojnë të vuajnë për gabimet e mia. Sokol kuptoi se Shehu po përpiqej të mbrojë të tjerët, edhe ndërsa vetë po përgatitej për fundin. Në 10 dhjetor 181, Sokol mori një urdhër të pazakontë, të largohej nga detyra për 24 orë për arsye personale. Ai protestoi, duke thënë se nuk mund ta lindte Shehun pa mbrojtje. Por komandanti I tij ishte kategorik. Këto janë urdhëra nga lart, tha ai. Dhe ti nuk ke zgjedhje. Sokol e kuptoi se diçka po ndodhte, diçka që ai nuk duhej të shihte. Ai u largua me një ndjenjë të rëndë në stomak, duke ditur se kur do të kthehej, gjithçka do të kishte ndryshuar. Kur Sokol u kthye në detyrë në 20 dhjetor, ai mësoi se Mehmet Shehu ishte gjetur I vdekur në shtëpinë e tij. Versioni zyrtar ishte vetvrasje. Por Sokol nuk e besoi kurrë këtë. Unë e njihja Mehmetin, thot ai sot, me një zë që dridhet nga emocioni. Ai ishte shumë gjëra, I ashpër, I pamëshirshëm, paranojak. Por ai nuk ishte një njeri që do të vriste veten. Ai ishte një luftëtar. Dhe luftëtarët nuk dorëzohen kurrë. Sokol tregon se në ditët që pasuan, ai u mor në pyetje disa herë nga oficerë të sigurimit. Ata donin të dinin se çfarë kishte parë, çfarë kishte dëgjuar, çfarë I kishte thënë Shehu.
Sokol u tha atë që mendonte se donin të dëgjonin, se shehu kishte qenë i depresionuar, se kishte folur për vdekje, se kishte dhënë shenja se po planifikonte diçka. Të gjitha gënjeshtra. Por ai e dinte se nëse thoshte të vërtetën, ai vetë do të përfundonte i vdekur. Pas disa javësh, Sokol u transferua në një njësi të largët në veri, larg Tiranës, larg gjithçkaje që kishte njohur. Ai jetoi atje për 15 vjet në një izolim pothuajse të plot, duke ditur se çdo fjalë e gabuar mund të ishte e fundit. Por tani, në moshën 64 vjeç, ai thotë se nuk mund të hesht më. Mehmet Shehu nuk ishte një shenjtor, thot ai. Ai bëri gjëra të tmerrshme, shkatërroi jetë të pafajshme, ndërtoi një sistem frike që vuajti një kombë të tërë. Por ai nuk meritonte të vdiste kështu, i tradhtuar nga njeriu që kishte shërbyer me besnikëri për 30 vjet. Dhe e vërteta e vdekjes së tij duhet të dihet. A ishte Mehmet Shehu një viktimë e sistemit që ai vetë kishte ndërtuar? A ishte vdekja e tij një akt drejtësie apo një krim tjetër në një zinxhir të gjatë krimesh? Këto janë pyetje që Shqipëria ende po përpiqet t'u përgjigjet. Por dëshmia e Sokol na jep një pamje të rrallë të ditëve të fundit të një njeriu që dikur ishte i pamposhtur, por që në fund u shkatërrua nga frika, nga paranoja dhe nga tradhtia e atij që ai besonte më shumë. Mendoni për njeriun e fundit në të cilin keni besim të plotë. Tani imagjinoni se ky person ju tradhtoi në ditën më të errët të jetës suaj. Kështu ndodhi me Mehmet Shehun. Një njeri nga rrethi i tij i brendshëm e shiti ushtrisë. Ish kadroja e sigurimit e njeh këtë histori. Ata e ruajtën heshtjen për 35 vjet. Sot, për herë të parë, do të them të vërtetën për tradhtinë më të madhe në historinë e Shqipërisë moderne. Emri i këtij tradhtari nuk është kurrë zbuluar zyrtarisht. Por brenda rretheve të sigurimit, ai ishte i njohur me kodin Objekti Z. Dhe historia e tij është një nga sekretet më të errëta të regjimit. Një ish oficer i sigurimit, të cilin do ta quajmë Artan, tregon se ai mësoi për Objektin Z në vitin 182, pak muaj pas vdekjes së Mehmet Shehut. Ai ishte duke shqyrtuar dosje të vjetra kur gjeti një raport të klasifikuar me vulën Sekret Absolut vetëm për shokun Enver. Raporti ishte i shkruar nga vetë Enver Hoxha, i datuar nëntor 181 dhe përshkruante një operacion që kishte filluar 6 muaj më parë. Sipas raportit, Enver Hoxha kishte filluar të dyshonte për Mehmet Shehun që në pranverën e vitit 181. Dyshimet nuk ishin të bazuara në prova konkrete, por në një ndjenjë instinkti që Enveri kishte zhvilluar gjatë dekadave në pushtet, ndjenja se dikush po bëhej shumë i fuqishëm, shumë i pavarur, shumë i rrezikshëm. Dhe kur Enveri kishte një dyshim të tillë, ai vepronte. Operacioni filloi me rekrutimin e një njeriu nga rrethi i brendshëm i Shehut. Artan nuk e di se kush ishte ky njeri saktësisht, sepse emri i tij nuk përmendej në raport. Por ai e di se ishte dikush që Shehu e besonte plotësisht, dikush që kishte qasje në sekretet më të thella të kryeministrit. Detyra e këtij njeriu ishte e thjeshtë, të raportonte çdo gjë te Enveri, pa dijenin e Shehut. Për muaj të tërë, Objekti Z dërgoi raporte të detajuara për gjendjen shëndetësore të Shehut, për takimet e tij private, për bisedat e tij me njerëz të ndryshëm, madje edhe për mendimet e tij më intime. Këto raporte u grumbulluan me kujdes nga Enveri, duke formuar një portret të një njeriu që po humbte kontrollin, që po bëhej gjithnjë më paranojak, që po fillonte të shihte Enverin si një kërcënim në vend të një miku. Por momenti vendimtar erdhi në tetor të vitit 181, kur Objekti Z raportoi diçka që e tronditi Enverin. Shehu kishte folur me një person të paidentifikuar për mundësinë e ndryshimeve në udhëheqje, për nevojën e gjakut të ri në krye të partisë. Nuk ishte një komplot i hapur, nuk ishte një plan konkret. Por ishte mjaft për Enverin. Sepse në gjuhën e pushtetit totalitar, edhe një fjalë e tillë ishte një kërcënim ekzistencial. Artan tregon se raporti përfundonte me një rekomandim nga vetë Enveri: Objekti Mehmet duhet neutralizuar përpara se të bëhet një rrezik i drejtpërdrejtë. Operacioni duhet kryer në mënyrë që të duket si veprim i tij personal, për të shmangur destabilizimin e regjimit. Me fjalë të tjera, Enveri kishte vendosur se Shehu duhej eliminuar, por në një mënyrë që do të dukej si vetvrasje. Por kush ishte Objekti Z? Kush ishte njeriu që tradhtoi Mehmet Shehun? Artan thot se ka dëgjuar shumë teori gjatë viteve. Disa thonë se ishte Llambi Ziçishti, shefi i sigurisë personale të Shehut. Të tjerët thonë se ishte një nga mjekët personal.
Ka edhe ata që besojnë se ishte dikush edhe më afër, një antar i familjes, ndoshta madje edhe gruaja e tij, Fikrete. Por Artan ka teorinë e tij. Ai mendon se objekti Zeta ishte Kadri Hasbiu, ministri i brendshëm, një nga njerëzit më të fuqishëm në regjim dhe një nga aleatët më të ngushtë të shehut. Arsyeja e tij është e thjeshtë, Hasbiu ishte i vetmi që kishte qasje në të gjitha informacionet që objekti Zeta raportoi. Ai ishte i vetmi që mund të lëvizte lirisht midis shehut dhe enverit pa ngritur dyshime. Dhe ai ishte i vetmi që kishte një motiv, frika se shehu po planifikonte ta eliminonte atë. Kjo teori mbështetet nga një fakt shqetësues. Vetëm 2 vjet pas vdekjes së shehut, Kadri Hasbiu u arrestua dhe u ekzekutua me akuzën e bashkëpunimit me Mehmet Shehun në komplot kundër partisë. Ishte një akuzë që nuk kishte kuptim, sepse nëse Hasbiu kishte qenë vërtet bashkëpunëtori i shehut, pse nuk u arrestua menjëherë pas vdekjes së kryeministrit? Artan mendon se e di përgjigjen, Hasbiu u eliminua sepse e dinte shumë. Ai ishte dëshmitari i fundit i asaj që kishte ndodhur vërtet, dhe Enveri nuk mund të lejonte që ai të jetonte. Por pavarësisht se kush ishte objekti Zeta, një gjë është e qartë, tradhtia e tij ishte instrumenti që Enver Hoxha përdori për të eliminuar Mehmet Shehun. Dhe kjo tradhtim nuk ishte një akt spontan i ndërgjegjes apo drejtësisë. Ishte një operacion i planifikuar me kujdes, i ekzekutuar me precizion të ftohtë, i dizajnuar për të mbajtur pushtetin absolut të Enverit të paprekur. Artan tregon se kur lexoi atë raport për herë të parë, ndjeu një përzierje frike dhe admirimi. Frikë sepse kuptoi se askush nuk ishte i sigurt në atë sistem, se edhe njerëzit më të fuqishëm mund të eliminoheshin brenda natës. Dhe admirim në një mënyrë të shtrembëruar për aftësinë e Enverit për të manipuluar, për të kontrolluar, për të mbijetuar duke eliminuar çdo kërcënim të mundshëm. Por ka edhe një dimension tjetër të kësaj historie, një dimension që shpesh injorohet. Objekti Zeta, kushto qoftë ai, nuk ishte thjesht një tradhtar. Ai ishte një njeri që jetonte në një sistem ku tradhtia ishte mënyra e vetme për të mbijetuar. Ai kishte parë se çfarë i kishte ndodhur Beqir Ballukut, se çfarë u kishte ndodhur dhjetëra të tjerëve që kishin rënë në sy të Enverit. Dhe ai kishte vendosur se nuk do të ishte i radhës. Kështu që ai tradhtoi përpara se të tradhtohej. A mund ta fajsojmë atë? A mund të themi se ai veproi gabim kur e vetmja alternativë ishte vdekja e tij? Këto janë pyetje që nuk kanë përgjigje të lehta. Por ato na kujtojnë se në një regjim totalitar, moraliteti bëhet një luks që pak njerëz mund ta përballojnë. Dhe ata që mbijetojnë shpesh e bëjnë këtë duke bërë zgjedhje që do t'i ndjek për pjesën tjetër të jetës së tyre. Artan thot se shpesh mendon për objektin Zeta, për njeriun që tradhtoi Mehmet Shehun. Ai pyet veten nëse ky njeri jeton ende, nëse ai mendon për atë që bëri, nëse pendohet. Ndoshta ai mendon se shpëtoi Shqipërinë nga një diktator tjetër, thot Artan. Ose ndoshta ai e di se thjesht zëvendësoi një diktator me një tjetër. Në çdo rast, ai duhet të jetojë me dijen se tradhtia e tij ndryshoi historinë e një kombi. Dhe kjo është një barë që askush nuk mund ta mbajë lehtë. Kush ishte objekti Zeta? A do ta mësojmë ndonjëherë identitetin e tij të vërtetë? Apo do të mbetet përgjithmonë një mister, një hije në historinë e errët të Shqipërisë komuniste? Këto janë pyetje që vetëm koha mund t'u përgjigjet. Por një gjë është e sigurt, historia e tradhtimit të Mehmet Shehut është një kujtesë se në një sistem ku besimi është një luks dhe mbijetesa është e vetmja rregull, edhe miqësitë më të forta mund të thyen, edhe besnikëritë më të thella mund të tradhtojnë. Pas rënies së regjimit, Shqipëria u gjet përballë një pyetjeje që nuk kishte përgjigje të lehta. Çfarë të bënte me trashëgiminë e Mehmet Shehut dhe Beqir Ballukut? 2 burra që kishin qenë në qendër të pushtetit, 2 burra që kishin ndikuar në fatin e miliona njerëzve, 2 burra që kishin qenë miq dhe pastaj armiq të vdekshëm. Familjet e tyre, të shpërndara nga vite represioni, filluan të kërkonin drejtësi, të kërkonin të vërtetën, të kërkonin rehabilitim. Por rruga drejt drejtësisë ishte e gjatë dhe e dhimbshme. Beqir Balluku u rehabilitua zyrtarisht në vitin 195, më shumë se 27 vjet pas ekzekutimit të tij. Gjykata Supreme e Shqipërisë shpalli se ai kishte qenë i pafajshëm, se akuzat kundër tij ishin të fabrikuara, se gjyqi i tij kishte qenë një farsë. Familja e tij mori një kompensim simbolik dhe emri i tij u rikthye në librat e historisë si një hero i luftës dhe një viktimë e regjimit. Por për shumë njerëz, kjo rehabilitim erdhi shumë vonë. Gruaja e tij, Mira, kishte vdekur pa parë drejtësinë.
Fëmijët e tij kishin rritur duke mbajtur turpin e një emri të shpifur. Dhe mira të tjerë që kishin vuajtur për shkak të lidhjes së tyre me Ballukun nuk morën kurrë asnjë fjalë falje. Mehmet Shehu, nga ana tjetër, mbeti një figurë kontroverse. Ai nuk u rehabilitua kurrë zyrtarisht, sepse askush nuk dinte saktësisht se çfarë të thoshte për të. Ishte ai një viktimë e Enver Hoxhës, apo ishte ai një kriminal që meritonte fatin e tij? Ishte ai një shërbëtor besnik i regjimit, apo ishte ai një manipulator që përdori pushtetin për qëllimet e tij personale? Këto pyetje mbeten pa përgjigje edhe sot. Familja e Shehut, e dëbuar dhe e përsekutuar për vite, kërkoi rehabilitim në vitet e 90. Por kërkesa e tyre u refuzua. Arsyeja zyrtare ishte se Shehu kishte qenë përgjegjës për krime të shumta kundër popullit shqiptar, dhe se rehabilitimi i tij do të ishte një thyrje për viktimat e tij. Por shumë besojnë se arsyeja e vërtet ishte më e thjeshtë: Shqipëria nuk ishte gati të përballej me kompleksitetin e historisë së Shehut, me faktin se ai kishte qenë njëkohësisht viktimë dhe kriminal, mbrojtës dhe shkatërues. Sot, më shumë se 4 dekada pas vdekjes së Shehut dhe më shumë se 5 dekada pas ekzekutimit të Ballukut, Shqipëria ende po lufton për të kuptuar trashëgiminë e tyre. Disa i shohin si simbole të një epoke të errët që duhet harruar. Të tjerët i shohin si figura tragjike që meritojnë të kuptohen, jo të gjykohen. Dhe ka edhe ata që besojnë se historia e tyre ka mësime të rëndësishme për të sotmen, mësime për rreziqet e pushtetit absolut, për dobësinë e besimit në një sistem totalitar, për çmimin e ambicies dhe xhelozisë. Një nga pasojat më të dhimbshme të konfliktit midis Shehut dhe Ballukut ishte ndikimi në ushtrinë shqiptare. Pas eliminimit të Ballukut, ushtria u purgjua në mënyrë sistematike. Dhjetëra gjeneral dhe oficer të lartë u arrestuan, u ekzekutuan, ose u detyruan të pensionoheshin. Struktura profesionale që Balluku kishte ndërtuar u shkatërua, dhe ushtria u kthye në një instrument të kontrollit politik në vend të një forcë mbrojtëse. Pasojat e kësaj shkatërimi ndiheshin edhe dekada më vonë, kur Shqipëria u gjet e papërgatitur për sfidat e tranzicionit demokratik. Por ndoshta pasoja më e thellë ishte ndikimi psikologjik në popullin shqiptar. Historia e Shehut dhe Ballukut u bë një simbol i asaj që mund të ndodhte kur pushteti bëhet më i rëndësishëm se njerëzimi, kur frika bëhet mënyra kryesore e qeverisjes, kur besimi bëhet një luks që askush nuk mund ta përballojë. Ajo krijoi një kulturë dyshimi dhe paranoje që ndikoi në marrëdhëniet midis njerëzve për gjenerata. Sot, kur ecni nëpër rrugët e Tiranës, mund të shihni monumente për Beqir Ballukun, rrugë të emëruara pas tij, shkolla që mbajnë emrin e tij. Por për Mehmet Shehun nuk ka asgjë. Emri i tij është fshirë nga hapësira publike, sikur ai nuk ka ekzistuar kurrë. Dhe ndoshta kjo është dënimi më i madh i të gjithave, jo vdekja, por harrimi. Por a duhet Mehmet Shehu harruar? A duhet historia e tij fshirë, apo duhet studiuar dhe kuptuar? Këto janë pyetje që Shqipëria ende po debaton. Disa thonë se ai ishte një kriminal që nuk meriton të kujtohet. Të tjerët thonë se ai ishte një produkt i sistemit të tij dhe se duke e kuptuar atë, ne mund të kuptojmë më mirë se si funksionojnë regjime totalitare. Një gjë që mbetet e paqartë është se çfarë ndodhi me sekretet që Shehu mori me vete në varr. Llogaritë bankare në Zvicër, dokumentet e fshehura, kodet që vetëm ai dinte, të gjitha këto mbeten mistere. Ka pasur përpjekje për t'i gjetur, por asnjë nuk ka pasur sukses. Dhe me kalimin e kohës, shanset që këto sekrete të zbulohen bëhen gjithnjë e më të vogla. Por ndoshta sekreti më i madh nuk është në dokumente apo llogari bankare. Ndoshta sekreti më i madh është në zemrat dhe mendimet e atyre që jetuan nëpër ato ngjarje, që pan atë që ndodhi, që bën zgjedhje që ndryshuan historinë. Dhe shumë prej këtyre njerëzve kanë vdekur pa folur kurrë, duke marrë sekretet e tyre në varr. Por ka edhe ata që ende jetojnë, që ende mbajnë ato sekrete, që ende presin momentin e duhur për të folur. Dhe ndoshta, një ditë, dikush do të guxojë të tregojë të vërtetën e plotë, të hapë dosjet e fshehura, të zbulojë atë që është fshehur për aq kohë. Dhe atë ditë, historia e Mehmet Shehut dhe Beqir Ballukut do të duhet të rishkruhet sërish. Por deri atëherë, ne mbetemi me pyetje. Pyetje për natyrën e pushtetit, për çmimin e ambicies, për dobësinë e besimit në një sistem ku frika është mënyra kryesore e kontrollit. Pyetje për atë që do të kishim bërë ne në vendin e tyre, për zgjedhjet që do të kishim marrë, për linjat që do të kishim kaluar ose refuzuar të kalonim. Historia e Mehmet Shehut dhe Beqir Ballukut nuk është thjesht një histori e së kaluarës.
Është një paralajmërim për të ardhmen, një kujtesë se pushteti absolut korrupton absolutisht, se edhe miqësitë më të forta mund të thyen nga frika dhe ambicia, se edhe sistemet më të forta mund të shkatërrohen nga brendësia e tyre. Dhe ndoshta, duke kuptuar historinë e tyre, ne mund të mësojmë se si të shmangim gabimet e së kaluarës, se si të ndërtojmë një të ardhme ku pushteti shërben popullin, jo e kundërta. Stimaj telespektatori, nëse keni ndjekur këtë histori tragjike deri në fund, shkruani në komente nga cili qytet jeni. Na është e rëndësishme të dimë se ku Beqir Balluku ende kujtohet. Dhe abonohuni në kanal për të mos humbur të vërtetën për idhujt e historisë.